E bën edhe bën të drejtje ta kriminela. Po I vras njerëzit, po I lën pa bukë. Gati me një krim të dali vetë nga molla. We will not be held responsible Sahai. Bu. for any hearing impairments Sahai. caused from excessive smoking this summer. Erdhëm edhe kësaj radhe në episodit tjetër, prap me një temë goxha të nxehtë, goxha tabu. Përshëndetje Klara. Përshëndetje. Para se të fillosh në prezantimin, një mesazh I vogël për njerëzit që reaguan shumë ndaj episodit të fundit që ishte rreth fesi, po ashtu një temë nxehtë, po jo aq e nxehtë ose jo aq e rëndësishme sa kjo, sipas mendimit tim. Çdo njeri që ndjen nevojën që ka mendime të tjera për të dhënë, nëse ka kundërshtime, kritika apo të tjera, është mënyra më e mirë është të komentoni, sepse sado të shkruani nëpër DM në Instagram apo në Facebook, mund të merrni përgjigje nga mua personalisht, po nuk mund të merrni atë përgjegjësinë që kanë gjithë personat e tjerë, sepse normalisht dikush tjetër mund të ketë një njëjtë mendime dhe është më mirë nëse e ngrini zërin për ato që ju besoni se janë pjesë e rëndësishme të çdo lloj debati shoqëror. Atëre Klara. Okej, unë qem Klara, siç e the. Kam mbaruar për gazetari dhe komunikim në Universitetin e Tiranës. Për momentin po merrem me diçka time në një kanal në YouTube. Dhe I dua shumë macet. Jam keq se unë s'duroj dot macet fare, unë jam te qend më shumë. Nuk e nisëm mirë, po s'ka gjë, po e kaloj këtë pjesë. Jo. Edhe kështu, s'di. Okej, pra super. Mjafton si për fillim, se për më shumë do të njohim edhe karakterin nga biseda e sotshme. Ne kishim diskutuar këtë temë më përpara, kemi diskutuar edhe përcipta si tek newsroomi ose ku dëgjon chatroomi I Lolitës në Twitter, po normalisht nga që janë edhe më shumë persona të ftuar, unë isha I bindur që një podcast ishte më I vlefshëm për këto lloj temash, pasi ka goxha shumë për të thënë, edhe kur janë dhe shumë persona nuk të bie rada të flasësh gjithmonë një, por edhe nuk e ke dhe hapësirën kohore që duhet për të shprehur mendimin. Po, edhe ndonjëherë varet si merr bisedë, apo në cilat pika përqendrohet, edhe ngelen shumë gjëra pa thënë, pastaj edhe pa diskutuar edhe normalisht. Po ne edhe shqiptarë kemi atë tendencën domethënë që ta bëjmë atë situatën ndonjëherë si të fevziu, domethënë edhe nxehtë ndonjëherë situata pa dashur të nxehur, kështu që nuk kemi mësuar prandaj, derisa të mësohemi. S'ka problem, për këto jemi këtu për të dhënë një këndvështrim pak më të thellë. Bazohemi se temë normalisht tek shoqëria dhe femrat, problemet që ato kanë, zgjidhje të mundshme nëse mund të kemi ndonjë problem tjetër që nuk e thon njerëzit po që ekziston. Kam dashur shumë shpejt ta konsumoj këtë si temë, domethënë, por që është e vështirë të gjesh rob që flasin për tema kaq të brishta, të themi të drejtën, se është goxha temë që duhen matur ndonjëherë fjalët, edhe nëse rob nuk të dëgjojnë deri në fund, domethënë mund të keq kuptohet thjesht. Kështu që prandaj u bë shumë qefi që ti edhe kishe dëshirë të më bashkohesh me të. Unë ta nis me pjesën domethënë që ti vetë si person, domethënë, duke u nisur nga eksperiencat e jote personale, po edhe shoqërisë apo të afërme të familjes që mund të kesh. Çfarë të shqetëson më shumë, domethënë, cila është gjëja që të shqetëson më shumë fare në përditshmërinë tënde ose në jetën në përgjithësi, dhe pastaj të kalojmë tek ato që janë më pak të rëndësishme. Okej, duke qenë se jemi tek tema e edukimit seksual, pra seksualiteti dhe që dashur pa dashur, ose më saktë mendoj se në Shqipëri lidhet shumë problematikat më tepër me femrat se sa me meshkujt. Dhe këtë e kam thënë dhe më përpara, edhe vazhdoj të rikthem që
kjo është pjesa më shqetësuese për mua, sepse bëhet një lloj diferencimi midis dy gjinive, për sa i përket lirshmërisë, po them, seksuale apo të shprehjes së seksualitetit dhe gjithë edukimit seksual në përgjithësi. Sepse njerëzit duhet të kuptojnë, shoqëria jonë më saktë, meqense po përqendrohemi këtu, duhet të kuptojmë që seksualiteti është pjesë e shëndetshme dhe e natyrshme e të qenit njeri. Kështu që vazhdoj të rikthem që edukimi seksual, sidomos gjithëpërfshirës, është shumë i rëndësishëm sepse nuk përfshin vetëm një marrëdhënie intime apo seksuale midis dy apo më shumë personave, po ka çështje tjera që lidhen edhe me marrëdhëniet emocionale, dhe me aktivitetin seksual, dhe me pjesën e marrëdhënies me vete, që nga pjesa e masturbimit. Lidhet me riprodhimin, lidhet me shëndetin seksual, me kontrollin e lindjeve, pra ka një gamë të gjerë çështjes që përfshin edukimin seksual. Për këtë arsye është shumë i rëndësishëm edhe është i nevojshëm, mendoj unë. Kështu që mua kjo gjë më shqetëson, duke qenë edhe një vajzë në shoqërinë shqiptare, pjesa e të qenurit nuk po gjykuar, se dashur pa dashur, pak nga pak vjen edhe nuk e vret shumë mendjen se çfarë thon të tjerët, sidomos kur arrin të kesh një njohje mbi vetin apo mbi atë çka do, por në përgjithësi për gjitha vajzat edhe gratë në Shqipëri. Mendoj se kjo është pjesa më shqetësuese. Normalisht, mendoj se kjo pjesa e paragjykimit nuk do ishte aq fuqishme ose nuk do bënte të njëjtin dëm nëse personi do ishte më i edukuar vetë personalisht ose do kishte më shumë dieni se çfarë kërkon nga vetja. Sa tani që kalon edhe koha, domethënë edhe me moshën e gjitha, unë tani për pak mbush 26 vjeç, domethënë edhe i vëre shumë gjëra si për meshkuj, si për femra, mamja se është dedikuar njëta gjë, që sa më shumë kohë kalon, sa më shumë e njeh veten, domethënë aq më pak përshtypje të bëjnë të gjithë opinionet se çfarë mund thonë njerëzit. Siç në fillim, edhe unë kur fillova podcastin në fillim thashëm, ti je budalla plak, ti s'ke çfarë bën, e kupton, ti fol me veten, bëj këtë, bëj atë. E kanë gjithmonë njerëzit atë tendencën, domethënë një skeptizëm shumë të theksuar, por që kur kalon te pjesa e seksualitetit, pastaj domethënë është normalisht më sensitive, vret më shumë me të gjitha. Po seksualiteti që ti e thua, domethënë që është i rëndësishme, siç edhe unë në rregull, domethënë nuk e ndaj të njëjtin mendim, po thjesht për ata që dëgjojnë është shumë mirë që edhe ta definojmë pak, domethënë çfarë konsideron ti si seksualiteti një femre, ose liria e seksualitetit ose shprehja e tij. Siç e thash edhe pak më sipër, për mua është pjesa e marrëdhënies që njeriu krijon në fillim me veten, dhe më pas me personin apo persona të tjerë. Pra, siç e thash, është shumë e natyrshme, pra si mund ta shpjegoj. Nëse kemi parasysh, ja një shembull që më erdhi në mendje dhe mendoj se është mirë, domethënë që ta përdorim her pas here, pasi e tregon shumë qartë pjesën, sepse është kaq e natyrshme dhe e nevojshme të flitet për të dhe më pas edhe të diskutohet dhe t'jesh i hapur edhe të mos kesh asnjë lloj problemi për mënyrën se si e trajton. Ne kemi mësuar edhe në shkollë, po besoj se informacionet merren edhe nga interneti, për piramidën e famshme të Maslow. Nuk e mbaj më të mirë vitin, diku nga vitet 40-50, nuk e mbaj më të mirë, po është piramida e famshme e nevojave. Janë 5 kategori më saktë nevojash, duke filluar nga ato më bazike deri tek maja e piramidës, që është vetë realizimi i njeriu. Pra, fillon tek nevojat më fizike, domethënë rreshti i parë, po them, i piramidës, që është baza dhe përfshin më shumë, dhe këto janë nevojat fizike, siç është nevoja për ushqim, për ujë, për ajër, edhe përfshihet edhe nevoja për seks. Pra, kjo është nevoja bazë. Dhe kur flasim për nevojë, si term në vetvete, është, si thuash, duhet patjetër të plotësohet, sepse është e nevojshme. Pra nuk është thjesht një dëshirë, por është nevojë. Dhe më pas është rreshti i dytë, pra nevoja e sigurisë, për të pasur një punë, për të pasur një rrogë, pra
për të pasur një lloj energjie për të lëvizur dhe për të vazhduar jetën. Është nevoja shoqërore për të përfshirë në një rreth shoqëror, është nevoja e pavarësisë, të njohësh pak më shumë nga vetja, të respektosh tjerët, të jesh i pavarur emocionalisht, psikologjikisht e kështu me radhë, dhe më pas maja e piramidës që është vetërealizimi, që njeriu një pjesë shumë e vogël mendoj e arrin vetërealizimin, por që ky është synimi për të arritur të nxjerrësh në pa ato vlera dhe virtyte që njeriu ka. Gjithsesi, Anë edhe shoqyrë që nuk e realizojnë të gjithë veten e tyre, si pse di çfarë mund dalin ndonjëherë. Edhe gjatë Hitleri që e realizoi veten, por nuk ishte gjë e mirë për njerëzimin, kështu që unë mendoj se praktikisht po mund të bëhet një lloj përpjekje. Domethënë se mendoj se njeriu i qytetëruar ka si synim që të shkojë drejt përmirësimit dhe të nxjerrë në pa më të mirën që ka brenda vetes dhe lind si nevojë nëse ti ke plotësuar nevojat e më poshtme. Dhe prandaj solla si shembull, domethënë se ti nuk mund të shkosh te vetërealizimi nëse je të vdek për bukë, po them. Ose nuk e mendon fare atë pjesën për të pasuruar atë gjendjen tënde shpirtërore e tjera me radhë, nëse nuk ke plotësuar disa nevoja bazë. Dhe këtu përfshihet edhe pjesa e seksit. Tani nuk po them që ti patjetër duhet të kesh vetëm këtë nevojë të plotësuar, edhe e kam tepër në sensin që është krejt normale të flitet për këtë, sepse është një nevojë bazë e njeriu. Për këtë arsye është e natyrshme, domethënë është e pashmangshme që ti duhet ta plotësosh, dhe plotësimi apo edukimi në vetvete nuk vjen thjesht duke e praktikuar, po vjen edhe duke folur, duke qenë i hapur, duke e përqafuar si një pjesë tënde. Është mënyra se si shprehet njeriu. Është një ndër mënyrat se si njeriu shpreh veten. Kështu që për këtë mendoj se nuk diskutohet. Tash, si do ishte për shembull për mendimin tënd të mbajmë të pjesa që diskutuam edhe në chat room, domethënë që në idealin tënd, cila është mënyra më e mirë? Normalisht ti do diskutosh nga pikpamja e femrave, domethënë, por nëse ke edhe mendime edhe pse jo nga pjesa e meshkujve, si mendon ti se mund të ishte edukimi seksual më i mirë në Shqipëri, domethënë, jo se ka tash edhe thjesht ta përmirëson, se ne pothuajse s'kemi fare, por si do doje ti, domethënë, çfarë konsideron ti se do ishte një metodë shumë e mirë edhe shumë e shëndetshme për brezat zhvin? Tani, ideja është vazhdon, siç e kemi thënë më përpara, fatkeqësisht vazhdon të jetë tabu pjesa e edukimit seksual, pjesa e seksualitetit në vetvete. Domethënë, shiko, ka qenë tabu para 2 shekujsh, më shumë se 2 shekujsh, edhe pastaj lindi nevoja, në mos gaboj, momentin kur ka pas një lloj shpërthimi të SIDA, sepse doja ta përmendja edhe që parë që ajo pjesa e shëndetshme e kujdesit, pjesa e kujdesit ndaj shëndetit që duhet të ketë njeriu për veten, dhe prandaj përfshihet tek pjesa e edukimit seksual. Kështu që filloi duke mos qenë tabu pjesa e edukimit nëpër shkolla si fillim, apo edhe në familje, sepse ne akoma edhe në familje është pak e vështirë por shumë e vështirë të diskutohet, dhe pjesa më e madhe kam përshtypjen as nuk e flasin fare, përkundër e shmangin si temë. Normalisht. Pothuajse ta themi të drejtën tash, domethënë ti heq dorë, ka të jenë bazike shqiptare, është pothuajse pamundur, por nuk bëhet fjalë fare të diskutojnë këto gjëra. Jo, unë gjithmonë dua të kem ato shpresën që ka një përqindje të vogël që ka, po përqindja e vogël nuk e mund dot shumicën matematikore. Derisa pasa më e madhe kur del nga bankat e shkollës së gjimnazit akoma ignorancë se çfarë bëjnë me peknisën apo vaginë, e kupton ç'a kuptimi ka pse. Një person në 100 veta nuk është se do i mbledhë ata në një kul ti tregoj atyre se çfarë kanë mësuar prindit, e kupton? Ku e kam. Kuptoj, po unë këtu desha dilja në fakt, duke qenë se ka kaq shumë kohë që për shumë vende të botës, ashtu siç nga ana tjetër ka dhe vende tjera që janë më të prapambetur, apo them për këtë aspekt në lidhje me Shqipërinë, sepse mendoj se ka një ndikim shumë edhe feja, ka ndikim shumë edhe pjesa e kulturës, domethënë të një vendi. Dhe
duke pas parasysh faktin se duhet dalë tek pjesa pse ishte e nevojshme që të kishte një lloj programi, po themi, apo një lloj t'i kushtohej një lloj rëndësie edukimit seksual, ka qenë pikërisht në Amerikë, në momentin kur pat një lloj shpërthimi të HIV/AIDS, SIDA-s, sepse njerëzit nuk ishin të informuar rreth sëmundjeve seksualisht të transmetueshme dhe për këtë arsye ishte e nevojshme që të bëjë një lloj dhe të hidheshin hapat e parë, po themi, për pjesën e edukimit seksual. Që siç thash, në familje, në shoqëri, në shkolla, sepse shiko, është pjesa e edukimit formal, po themi, atij që merret nëpër shkolla dhe edukimit jo formal që e marrim nga shoqëria, nga rrjetet sociale, apo nga rrjethi familjar kur është e mundur. Dhe janë bërë disa programe ndër vite që ka dalë në konkluzionin që ka më tepër aspekte pozitive pjesa e edukimit seksual se sa negative, sepse një shoqëri konservatore, po themi, e quan pjesën e edukimit seksual si një lloj nxitje të rinjve për të kryer seks në një moshë të hershme. Mirë, ajo është budallëk, ma mendje shumica që dëgjojnë podcastin, domethënë unë edhe ti bashkë dhe bashkëpunëtarët ata shumica nuk mendojnë ashtu, sepse ka një gjithë mjekësi edhe ajo epidemia atëre HIV/AIDS edhe çdo lloj krize nxjerr diçka është pozitive në anën që nxjerr gjithë ato boshllëqet që ka shoqëria, domethënë si në atë kohë që pretendojnë që ishin të gjithë ëngjëj edhe që nuk bëjnë asnjë gjë, në momentin që erdhi një virus në skenë e nxori në patë shoqërinë që nuk ishin vërtet ashtu siç mendonin se ishin, nuk ishin vërtet atë ëngjëj që nuk përzihen me asnjë gjë, sepse nëse çdo njeri nuk do kryente marrëdhënie seksuale jashtë martese ose nuk do kryente marrëdhënie seksuale përpara martese, atëherë nuk do kishte asnjë lloj mënyre se si mund të shpërndajë një virus ose HIV, apo do ishte çdo gjë e izoluar. Ai që do të kishte aq edhe nuk do shpërndajë më tej. Po e tregoj që nevoja siç e hedhim përpara te piramida është gjithmonë, do ka qenë edhe do të jetë për sa të ketë njerëzim. Edhe normalisht unë ndaj një mendim me ty të pjesa që duhet paraprirë këtyre gjëra. Aty ku do të merrja pak mendimin tënd, unë ishte një bashkëfolse në chatroom që tha që unë nuk e ndaj një mendim, edhe doja të dija se çfarë mendimi ke ti për pjesën që duhet të fillojnë që nga klasa e parë, klasa e dytë, klasa e tretë, klasa e tretë më duket se tha mos ta egzageroj edhe unë. Unë te kjo pjesa më duken çikse egzageruar, domethënë unë jam i mendimit që shiko. Le të fillojmë nga gjimnazi, edhe nëse funksionon në gjimnaz të zbresim, pastaj klasë 9, klasë 8, klasë 7, më poshtë te klasa e 6 unë nuk mendoj se ka nevojë. Por mbase ka argumente të ndryshme, domethënë që duhet të ketë nevojë. Shiko, e para herë deri diku në gjimnaze dhe pak tek shkolla 9 vjeçare është një lloj forme edukimit. Tani nuk e di sa praktikohet, po si rregull përfshihet lënda e edukimit seksual edhe në parim duhet të zhvillohet. Por unë ndaj pak a shumë të njëjtin mendim me vajzën që ka thënë, madje për mendimin tim në një moshë akoma më të hershme, që do thotë se shiko, ideja është që fëmijët arrin një lloj moshe që fillojnë dhe e vënë re ndryshimin në fizikun e tyre edhe pse janë të vegjël. Pra, unë e di që për ty ose një pjesë tjetër që po na dëgjon duke pasur parasysh veten, i duket pak egzageruar kjo pjesa, se bëhet ai lloj krahasimi me veten se si jemi rritur ne dhe në moshën që kemi tani. Edhe na duken vërtet shumë të vegjël për t'i folur mbi këtë temë, por nuk është e thënë që neve fëmijëve duhet t'i afrohemi me terma shkencor apo terma konkret apo fjalë të pakuptueshme për ta për të hedhur hapat e parë që ata të njohin seksualitetin e tyre, të dallojnë organet e tyre gjinitale, të njohin veten, fillon ai procesi më pas kur ata prekin veten, pjesa e masturbimit, pjesa e pubertetit e tjerë me radhë. Për këtë arsye unë mendoj që duhet të filloj nga familja, nga prindrit në një moshë akoma më të hershme se sa klasa e tretë. Pse jo nga klasa e parë, pse jo para klasës së parë. Seriozisht. Unë këtë mendim kam. Pra, jo të shkoj shablon dhe direkt, pra mund të gjendet një gjuhë e kuptueshme ose me hapa të vegjël, që më pas t'i kthehet dhe të bëhet e natyrshme kjo pjesa. Nuk e di se kush e tha herën e kaluar, mua më pëlqeu
si shembull, pjesa kur kemi qenë të vegjël, ku di unë, ja fëmia s'donte ose t'ja japim faqen xhaxhit, nuk e di se ç'tha, diçka të tillë. Pra, unë mendoj se dhe që nga kjo pjesa e fëmijëve se kë duhet të përqafojnë ose kë jo, ti mësojnë për pjesën që nëse personi tjetër nuk do që ti t'i japësh një përqafim apo ta pusësh në faqe, kur janë fëmijë të vegjël, domethënë ti duhet ta respektosh këtë gjë, domethënë të respektosh lirinë e tjetrit dhe nëse ti nuk e dëshirë, si flas gjithmonë si një fëmijë në një moshë të vogël, nëse ti nuk e dëshirë që dikush të të afrohet apo të prek apo të puth, qoftë edhe sigurisht në formë shoqërore, atëherë ti mos e prano, domethënë të respektosh dhe atë hapësirën tënde fizike, më pas emocionale. Shiko, me respekt e kjo pjesa domethënë unë ndaj një mendim shumë ndryshe. Se unë jam një dashamirë si Jordan Peterson, që është psikolog klinik, domethënë që edhe ka folur shumë për pjesën e rritjes së fëmijëve të gjitha. Dhe pjesa që nuk duhet ta afrosh një fëmijë vetëm sepse fëmia s'pa grinda vetë ose nuk do, nga që nuk shumica e fëmijëve nuk afrohen se nuk njohin, nuk është. Edhe pjesa që faqen gjatë, mua më duket pak se exageruar, se ti po e mundon fëmijën ta fusësh në atë rrethin tënd familjar, se funda fundit po flasim për familje të shëndetshme, ose nuk po flasim për mostra, se mostra ka gjithmonë. Gjaku është gjak në pjesën që ai është xha jo, domethënë, unë marr shembullin tim, marr një shembull shumë sensitiv, për shembull tani që unë jam xha për herë të parë, vllai im ka një djalë të vogël. Edhe normalisht nuk që jam në Berlin dhe nuk jam në Tiranë, domethënë, më bie rasti të takoj shumë herë më rrallë se sa e motra e nusës së vllait tim. Ai normalisht i qesh më shumë, asaj ka një marrëdhënie shumë të afërt, por edhe nuk do e ketë njëjtën gjë me mua, dhe ajo është e kondicionuar në këtë rast sepse unë jam më larg, domethënë aty duhet të bëj më shumë punë për të prezantuar xhaxhain e vetë fëmijë të gjitha. Po, te pjesa që në qoftë se ai nuk do, domethënë unë duhet të respektoj atë të atij, është Po nuk doja të ndërprisja në fakt, por nuk e kisha për këtë specifikisht, e kisha më tepër në marrëdhënien e fëmijëve me njëri tjetrin. Pra që fillojnë që në vegjëli këto lloj marrëdhëniesh dhe respektimi i hapësirës tënde me të tjerëve. Domethënë, siç është e zëm pjesa, vjen vajza e vogël duke qarë, edhe thotë që më ka gjujt ai djali ose më shtyu ai djali, nuk e di, në momentin që kanë qenë duke luajtur. Edhe është e gabuar, sipas po themi disa psikologëve, është e gabuar që nëna t'i thoj vajzës së vet të vogël që arsyeja pse ai e bën këtë është sepse he hasn't crushed on you, domethënë ka një lloj tërheqje ndaj te, ai të ka qejf ty. Edhe në mendjen e fëmijës automatikisht mbillet ajo pjesa që me anë të dhunës, në thonjza, pra të asaj pjesës që ai e shtyn apo e rrëzon për tokë, do thotë që ai në vërtet e do. Dhe kjo gradualisht rritet dhe përkthehet në pjesën që kush të rrete do, me pak fjalë që është. Se ajo është dalli që kemi në pjesën unë nuk e kam hasur në planet. Të thënë të drejtën, domethënë në pjesën që nëse një fëmijë bën diçka të tillë, nuk është se kam hasur. Zakonisht prindërit janë goxha shumë territorial në pjesën ku fëmia aty dëmtohet, ata bile fillojnë hakaren, që ç'ne fëmia ajo i biem që fëmijës tim, domethënë nuk e di se sa mbase është nga pjesa që edhe mund të mos kemi informacion, domethënë po me ai stadium domethënë nuk thjesht solla si një shembull që e kam lexuar dhe e kam hasur më tepër për të treguar se sa ndikon pjesa apo se si mund të merret informacioni gjithmonë sipas mendimit tim nga fëmijët e vegjël, pra mund të merret pjesa mund të merret ana e gabuar e asaj çka ne vërtet duam të arrijmë t'i japim fëmijës, domethënë. Edhe për këtë arsye është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm. Tani nuk e di se unë po flas teorinë, unë s'kam fëmijë për veten, edhe nuk di se si mund të jetë konkretisht apo në praktik, por që ideja është që fillojnë që të vegjël dhe unë prandaj jam pro pjesës që edhe për këtë aspekt, për pjesën e edukimit seksual të filloj nga familja në moshë më të hershme nga çeteti. Gjithmonë siç e thash brenda pjesës me një fjalor më të zbutur, me hapa të vegjël, që më pas t'i vi pak më natyrshëm dhe jo si shablon direkt, ti nuk e marr asnjë lloj informacioni ose e ke marr të tërthort kështu nga shoqëria apo nga rrjetet sociale, dhe më pas të vjen
si shablon në pjesën kur je adoleshente e në vitet në vazhdim. Nuk e di, Po atë jes një paraboll tek kjo pjesa domethënë se mua kjo pjesa më intereson shumë. Do të ditë një paraboll tek kjo temë që jemi domethënë sepse kam një interes specifik te kjo. Personi që përmendi pjesën e klasës 8 në fundit tha që edhe për këtë ne bëjmë sepse i mbroh fëmijët, sepse edhe fëmijët e dinë se çfarë është organi i tyre gjinitale dhe nuk do të lënë një të huaj. Mua kjo më duhet tash një metodë që s'kemi çati bëjmë gomarit edhe ti bjem samarit. Në fjalën që nuk kemi çati bëjmë atit pedofilit, atit plerës, domethënë që abuzon fëmijëve, edhe hajt tani të mësojnë fëmijëve. Mendimin tim, po vazhdoj akoma të kem kjo është, shiko, unë mendoj se është një formë parandaluese, domethënë mendoj se nuk ka asgjë të keqe. Nuk është vetëm anësi. Mendimin tim nuk është se ka ndonjë gjë të keqe, po nuk mund t'i bjeri bara fëmijës. Fëmia është në shkolla, domethënë nuk mund t'i bjeri bara fëmijës të mbrohet fëmia nga një person që është llumbi i shoqërisë, e kupton? Jo, absolutisht, shiko. Pjesa e pedofilisë është e dënueshme dhe kjo nuk diskutohet, domethënë nuk mendoj se e ka thënë aspektin që i bie bara fëmijës. Unë mendoj se kjo është një aspekt i vogël ose një ndihmës e vogël ose e madhe që mund ta parandaloj këtë pjesë, domethënë sepse tani mua më vjen ndërmend shumë shembuj, më saktë skenare në kokën time se si mund të ndodhë një situatë e tillë që mund të parandalohet, që mbase personi që është pedofil nuk do hyj direkt në aksion, po themi dhe nëse fëmia e shpreh tek nëna e vet se çfarë mund t'i ketë ndodhur një lloj episodi që janë shenja të pedofilisë apo me anë të një vizatimi që zakonisht shprehen fëmijët, kjo vërtet mund ta angazhoj nënën, mund t'i angazhoj në rast si tillë, domethënë. Për këtë arsye mendoj se e ka thënë më tepër. Jo se i bie bara fëmijës, pra është një të gjë, si të thuash, me pjesën e përtunimeve që e kishte fajin vajza se ishte vesh me të shkurtra. Tani te kjo pjesa se kjo përmend herën e fundit. Tani ti vetë si person, sa mendon se kjo vazhdon akoma? Se unë personalisht në rrethin tim shoqëror, edhe të ngushtë, edhe pak më të gjerë që quhen miq, nuk janë se janë shok të ngushtë, domethënë. Nuk kam hasur asnjë njeri që të thojë në një rast për dhunimi që e ka pasur fajin vajza një, edhe në rastet e përdhunimit që kanë ndodhur më përpara në Shqipëri, ato janë bërë shumë të bujshme, shoqëria i ka dënuar, janë bërë protesta, pavarësisht se për mendimin tim ishin protesta varilisht, pa asnjë lloj kuptimi, por ka pasur nishma shoqërore. Shoqëria nuk e ka pranuar si gjë. Unë nuk kam dëgjuar në një zë që të thojë që kjo gjëja që i ndodhi kësaj vajzës, domethënë, ne kishte fajin vet. Seriozisht nuk e ke dëgjuar asnjëherë këtë gjë? Nuk e di sa vite ke ti në Berlin. Unë kam 7 vite në Berlin. Okay, mirë. Po prapë, edhe pse ke 7 vite, nuk e di. Unë kam dëgjuar edhe vazhdoj ta dëgjoj, e shoh nëpër komente, e shoh edhe kur flasim. Mua më duket shumë e zakonshme që të thuhet dhe as pak normale që të thuhet kjo gjë. Që të përmendet pjesa e veshjes. Shiko, më kujtove një video, nëse mund ta shpjegoj në përgjithësi. Një video që kanë bërë në Amerikë, në mos gaboj, ka qenë tepër si një lloj video feministe, një lloj sensibilizimi që veshja nuk ka asnjë lloj rëndësie dhe një lloj skenari se çfarë efekti do kishte nëse vërtet veshja do tregonte se çfarë ne po kërkojmë. Pra, ishin dy djem që shkuan në një bar që shërbenin 3 vajza. Dhe gjatë kohës që vajzat po i përgatisnin porosin aty te banaku, kanë një revistë në dorë dhe tek revista, në mos gaboj se nuk e mbaj mend të mirë, po lexonin një lajm që ka qenë një vajzë e ngacmuar seksualisht, më duket, në ambientin e punës. Dhe në bisede sipër me njëri tjetrin u shpreh njëri prej tyre që e po shikoj çka veshur, normalisht ajo po e kërkon atë gjë. She's asking for it. Dhe nuk e di a e ke parë, po që në mendjen e gocave që po shërbenin në këto momente, vjet një lloj skenari se si do ishte nëse ato do kërkonin në bazë të veshjes diçka. Dhe e para që shkon e veshur zyrtarisht në një kompani dhe futet në konferencë atje, e veshur zyrtarisht dhe thotë që kërkoi një ngritje në detyrë. Dhe i thot ai shefi gjitha habitur që ti nuk punon fare këtu, si mund të kërkosh ngritje në detyrë.
Po pse nuk e sheh veshjen time? I'm asking for it. Dhe kështu vazhdon edhe vajza tjetër, pra si do ishte nëse vërtet do kishte kaq shumë rëndësi veshja. Pra thjesht me anë të veshjes ti e di se çfarë mesazhi po jep edhe çfarë je duke kërkuar. Prandaj është totalisht budallike dhe mua më bën shumë çudi që ti nuk e ke dëgjuar apo nuk e ke hasur, por që unë e has shpesh edhe fatkeqësisht vazhdojmë ta prandaj normalisht, prandaj kam ty këtu edhe nuk kam një nga çunat, se ideja është duhet të dëgjoj gjëra që unë nuk i di, sepse unë si mashkull edhe nuk i shikoj shpesh këto gjëra, domethënë edhe shumë biseda për shkak shumë poste që mund të krijohen, domethënë në grupe si atje ku jemi ne apo në grupe të tjera. Unë nuk i ndjek, se nuk e kam kohë, të them të drejtën, domethënë unë thjesht kur del diçka që është vërtet shumë e madhe, mund ta shikoj si post, domethënë mund të shikoj ato highlights që i nxjerr automatikisht Facebooku apo Twitteri dhe aq është, domethënë vërtet nuk merret pjesë. Nuk është vetëm tek pjesa e virtualitetit, ë. Shiko, janë edhe nëse mund të kuptosh apo të lexosh mes rreshtave, edhe kur je duke biseduar me një grup shoqëror, mbase nuk e thon kaq troç apo kaq shablon, por nën kuptohet diçka e tillë. Edhe këtu është ajo pjesa që më vjen shumë keq, sepse në momentin që nën kuptohet, do lindi të paktën unë do reagoj për veten, ashtu siç kam reaguar, edhe do dalim pastaj tek pjesa që vërtet pas ka këtë lloj mendimi që ndikon veshja, që e ka kërkuar vet, që ka provokuar vet, që e ka fajin vajza. Domethënë është gjithmonë si tabel qitje. Të paktën është e qartë, domethënë që unë ma mendja se shumica e dëgjuesve që kam, unë ata pak që kam. Domethënë janë në mendimin tim që nëse ka tipa që komentojnë kështu, domethënë janë full of shit, domethënë normalisht si shpajese, se nuk ka asnjë lloj arsyetimi, nuk ka asnjë lloj argumenti që mund të thojë që ajo bëri këtë dhe meriton. Asnjë lloj robi nuk e meriton atë nëse nuk e do vetë. Aty unë nuk mendoj se ka shumë pjesë diskutimi tek këto, sepse shife si e shikoj unë nga ana ime. Ata persona që mendojnë ashtu, janë far gone, ata janë goxha mostra në karakter, nuk është se mund të ndryshojnë më. Edhe unë nuk dua të humbas kohën duke ndryshuar ata. Thjesht është ideja që ta bisedojmë për ata që ku dëgjon një person që mund t'ia thojë një shokut vet që mund të ketë fëmijë që të bëjë diçka më ndryshe në të ardhmen, domethënë. Por nëse ka persona që me sapo thua ti paska shumë, mua më vjen keq. Vërtet më vjen shumë keq, paska akoma persona që mendojnë se mënyra se si ajo ishte veshur ajo po kërkonte të përdorojë absurditet skaje. Por që shif, ai është shumë shoqërie, kupton? Edhe për mendimin tim ne nuk kemi nevojë të harxojmë kohën me atë lloj llumi, përveç se duhet të ndjeki çdo person që është edhe këtë do të tregoj edhe diçka në lidhje me këtë pjesën, domethënë që ti do të çoditë shumë. Po pak më vonë. Këtë lloj abuzimi, domethënë është diçka shumë e thjeshtë, domethënë. Unë e di shumë mirë, domethënë që është shumë e vështirë, sidomos për personat që janë të abuzuar të dalin shpesh, sepse do kenë atë pjesën shoqëria, ja kjo e përdhunuara, ja kjo ashtu, kjo ashtu. Po thjesht për atë kënaqësinë vetjake, për të arritur atë satisfaksionin, domethënë që mua më ndodhi kjo gjë, kjo që më ndodhi, duhet të ndërmarrin aksion, duhet të tregojë një prindrit, duhet të tregojë një të afërmi, ose pse jo një shokun, një shoqë që ata besojnë. Në rastin më optimal duhet të shkojnë direkt në polici. Por ne dimë që ajo nuk ndodh, kështu që të paktën duhet t'ia shprehin dikush që të ketë një lloj kthimi mbrapa, të ketë një lloj retaliation, që ata persona që bëjnë nga këto makrabilitete mos të jenë me duar të lara në fund, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Dhe prap, Leon, dalim tek pjesa që sa lidhet e gjitha kjo pjesë që po flisim, lidhe me pedofilinë apo me përdhunimin, sa lidhet me pjesën e edukimit seksual. Me lidhet 100%, aty ke 100% të drejtë. Unë jam me ty tek kjo pjesë. Lidhet. Kjo është vetëm gjë që dua unë ta fillojmë atë edukimin seksual, domethënë dhe çfarë është vërteta. Edhe pjesa e dytë pastaj më vonë që është mënyra se si krijohen marrëdhëniet sot do kësaj me adoleshentëve, po ajo është për të thelluar akoma më shumë, domethënë. Po që më duket të ta them të shumë më që përmenda. Një nga personat që ne konsumojmë këtu është nga Britania e Madhe, nga Mbretëria e Bashkuar, domethënë edhe
Ka probleme në familjen e vet dhe një natë, mbasi edhe kishim pirë që edhe fillon robi edhe lëshon gojën edhe thot vërtet çfarë mendon edhe arriti në një pjesë që pse nuk është normale që burri të godasi gruan, edhe ne normalisht dy shqiptarë në atë grupin prej 5 vetash ishim, domethënë u shokuam një moment. Sepse na ashtu si jemi rritur ne të dy për shembull, edhe siç e shikojmë si reagojnë njerëzit, domethënë të paktën me atë anën që shikojmë ne, se pas kemi edhe këtë anën tjetër që ne nuk e shohim. Por ne ishim domethënë që what the fuck, sa herë ndodh diçka e tillë një në lagje ose në qytet, domethënë ai lloj burri që bën atë gjë pështiret nga gjithë shoqëria është burri i dobët. Nuk e di. Unë e dënoj personalisht shumë si fakt, domethënë familja ime më ka rritur në atë mënyrë dhe familja ime dënon shumë si fakt, unë s'e kam përjetuar asnjëherë në 18 vite që kam qenë në atë shtëpi. Edhe më duk shumë absurde, domethënë që një person i lindur rritur me të dy prindrit që janë britanik, që kishte atë lloj problemi në familje, thoshte që nga 10 shokë që mund të kem unë, thoshte 8 persona e kanë problemin e tillë në familje që buri pire gruan ose mund të jetë depresiv ose mund të jetë gambling, domethënë dhe rreth gruan edhe është gjë shumë e keqe, thoshte, po është gjë normale që ndodh. Domethënë unë aty e humba të ruan fare, domethënë nga mënyra se si ajo e pranonte që është çdo një gjë e madhe që ndodh, nga një shtet si Britania e madhe që ne marrim si shembull, siç marrin Gjermania apo dhe Amerika, domethënë ishte absolutet në skaj e fakt. Tani që ta kuptoj, ky personi e quante normale, pra e kishte vetë mendimin që është diçka normale, apo e tregoj si fenomen që ndodh normalisht në 8 ndër 10 familje në Britani. Pra i vetë e konsideron këtë normale? Klara kishte për zotin e kishte normale, ishte me lot në sy. Ishte as if it is not normal for men to beat a woman. Kuptoni ç'po thuami? Që bim rregullti. Që u bëm ne aty feministë, pavarësisht se unë e urej si fjalë, se nuk më pëlqen këto labeling, domethënë, po që dolëm ne ata të mirët e Perëndis. Domethënë ne që nuk na kanë qef edhe që nuk na lënë me asnjë vend. Se jemi shqiptar. Domethënë dolëm ne të mirët e dynjas aty për ato 10 minuta që zgjati kjo diskutimi, domethënë. Se është shiko, po ta mendosh vërtet, domethënë ashtu siç jemi rritur ne, domethënë të shikojmë gjithmonë për jashtë për gjitha, është një çike frikshme, ta dëgjosh nga një person që ti do doje dhe kishte lindur në atë vend deri në një farë pike gjithmonë. Të dëgjosh të thoj diçka të tillë, domethënë vërtet e vërtet, apo? Po mendoj se vjen fiks prej faktit që e kishte e ka të pranishme vetë në familje, pra është një problematikë që e ka dhe ai është rritur me atë lloj fryme. Normalisht, po problemi nuk ishte atij, unë e kuptoj unë atë pjesën. Normalisht ajo ishte fëmijë ato kur ndodhte, s'kishte çfarë të bënte, po kur ajo thotë që po jo vetëm unë, po edhe 8 nga 10 shokët e mi, domethënë edhe çdo njeri është okay, thit, asnjëri nuk shkon në polici të denontoj burrat. Janë gra të emancipuara. Ajo lëvizja për drejtat e grave në Angli ka lindur. Ja, mes vendet janë atje, sot e kësaj dite ku ka dhunë në familje, ata nuk e denoncojnë. Nuk kuptoj pse nuk e denoncojnë. Ku qëndron problemi, pse duhet të përmbahesh në këtë tema të tilla? Po, mendoj, jo për t'ja justifikuar absolutisht, po mendoj se ndikojnë shumë faktorë, edhe nise më tepër se nuk kam ndonjë informacion lidhje me shoqëritë britanike apo europiane në përgjithësi, po shoqërinë tonë ndikon shumë faktor social, faktori ekonomik, sidomos pjesa e, siç e kam thënë përpara, pjesa e nderit familjes, ndikojnë shumë fëmijët, po ku tile fëmijët, pjesa që kryesisht ndodh që gratë të mund të jenë të papuna. Edhe sigurisht që ka pasur një lloj ndryshimi, sepse në vitet e fundit numri i divorceve në Shqipëri është rritur. Me sa kam lexuar përpara. Për herë pak fare një të shkurtër, unë kam bërë monolog në atë të dyta të tretë, nuk e mbaj mend mirë se kam bërë, e kam titulluar Sfungjeri në parabolën që ne jemi sfungjeri i Europës, se marrin vetëm atë pislëkun, siç merr sfungjeri kur fshin atë pjatën, edhe i lëm të gjitha të mirat që ka, i lëm atë pasërtin ja lëm pjatës, edhe ne marrim gjitha budalliqet, edhe divorcin, edhe të lloj budalliku marrin ne, por ne nuk marrim ato baza si duhet.
Shiko, në raste të tilla divorci është i nevojshëm. Ti nuk mund të pretendosh domethënë që është normale që një vajzë apo një grua të rri me bashkëshortin e vet pasi ndodh një skenar i tillë që ka një dhunë nga ana e bashkëshortit. Edhe sigurisht që është i nevojshëm pjesa e divorcit, por kjo vjen edhe nga pjesa që kanë filluar gradualisht nga pak vajzat të bëhen më të pavarura, domethënë të kenë pozicione pune më të pavarura ekonomikisht edhe më pas të vijë pjesa që të jenë të pavarura edhe emocionalisht apo psikologjikisht nga familja apo të kenë një lloj edukimi apo vetëvlerësimi për veten që të mos e dëgjojnë shumë opinionin publik edhe të marrin atë rrugën që është më e mirë për të, se sigurisht është është zgjidhja më e mirë pjesa e divorcit se sa të rish në një marrëdhënie toksike dhe të dhunshme, ose diskutoj fare. Kështu që për mua kjo pjesa e divorcit në këtë rast është nëse i nevojshëm. Nuk diskutohet, po mua di se shiko, si mashkull, unë jam goxha qendror nga ana e mia politike, domethënë dhe ka shpjeguar edhe në chat room edhe në podcastin e fundit ish me zonë, domethënë jam i djathtë nga pjesa ekonomike dhe jam i majt nga pjesa shoqërore dhe më bën goxha qendror, domethënë, po pjesa është që e di çfarë më shqetëson mua fakti që ka shumë raste ose mund të jenë pak, po mbas më duken mua se janë shumë, që një çift nga që nuk ka atë pjekurinë për të zgjidhur ato problemet e vogla minore apo një krizë në mesin e jetës apo diçka tjetër, domethënë, ndahen. Edhe nga ana tjetër, këta persona që përjetojnë dhunë etj nuk ndahen. Kupton? Kjo për mua është papranueshme, se këta persona që duhet ndahen, sepse është marrëdhënie toksike në definicion. Kur ka dhunë familjare, si çfarë shembull i jep fëmijës, ti po rrit fëmijën në një ambient hostil. Ta nuk ndahen. Kurse këta të tjerë që nuk duhet të ndahen në asnjë lloj mënyre, sepse ajo është një thjesht kullijon, një menopauzë, ose është një krizë identiteti e mashkullit në atë pjesë periudhë që thjesht duhet ta kalojë të mbaj fëmijën, ata ndahen, e kupton? Mua kjo më shqetëson shumë si pjesë, e kupton? Se është rritur, siç e the ti, është rritur jashtëzakonisht shumë numri. Edhe unë kam qenë krenar kur kam marrë për pjesën se sa të shëndetshme kemi pasur familjet. Nuk i kemi pasur perfekte, nuk diskutohet, se probleme ka të gjithë shoqërinë, nuk ka asnjë lloj shoqërie perfekte. Po nga pjesa e familjes në përgjithësi me të metat që kemi, gjithmonë me të metat, pa dashur të themi se jemi perfektë dhe i respektojmë të gjithë, të paktën kemi pasur familjet. Edhe as atë se kemi më tash. Se ne nuk është se arritëm të zgjidhim çdo lloj problemi mes meshkujve dhe femrave, fëmijëve dhe adultëve, edhe pastaj u fillua edhe ra kjo pjesa e familjeve të bashkuara. Ne nuk kemi bërë asnjëra as tjetrën. Jemi në zhytje totale. Nëse unë nuk do e shifja kaq në ekstrem, me thënë drejtën, se di, mendoj se është edhe në varësi të familjes apo kushteve që kanë gjithsecili. Kur them kushtet përfshihet edhe rrethanat, kanë fëmijë, s'kanë fëmijë, a janë të dy të punësuar, sepse këta faktorë kanë qenë edhe të mbeten kryesorët pse funksionon apo nuk funksionon një marrëdhënie. Pra, mos mendojmë pralla tani se nuk jemi as të vegjël që mjafton vetëm dashuria edhe dashuria është thrilë. S'ka. Çdo gjë është jetë mirë, çdo gjë është kompromis, është çdo gjë për të rritur bashkë. Dashuria merr jetën kohë, dashuria 3 ditësh. E mirë, okay, dhe këtë nuk e pranoj dot, nuk dua domethënë ta pranoj. Po që e kam në aspektin që mbase për pyetjen apo për atë që ti po tregohesh i çuditur, mbase ndahen persona që nuk kanë dhunë, po mund të kenë problematika të tjera që nuk duan që të agravojnë edhe të degradojnë edhe të bëhen më keq edhe thjesht e kanë mundësinë tashmë për thjesht për të shkëputur, kanë mundësi zgjedhje, kanë mundësi për një jetë të re, kanë mundësi për një rifillim të ri, sidomos nëse nuk kanë as fëmijë edhe për këtë arsye ekziston divorci dhe nga ana tjetër personat ose ato familjet ku ekziston dhuna mund të jenë në rrethana komplet të tjera të cilat nuk i kanë të tilla kushte dhe nuk e kanë mundësinë për të ndarë, e kanë edhe frikën si nga shoqëria, si nga familja, nga mentaliteti në përgjithësi edhe. Pra, mendoj se ndryshojnë, në përgjithësi mund të jenë këto dy lloj tipologjish
pse ndahen më tepër ata që nuk kanë dhunë, po themi në familje, por që kanë problematika tjera. Kështu që Mirë, gjithsesi se ne kaluam në një asnjë nga ne nuk është në një martesë tash, domethënë edhe po më duket se u palëm pak atë tema. Unë dua të shfrytëzoj të meqenëse kam domethënë në maksimum në pjesën që dua ta fokusojmë çik më shumë këtë pjesën e dytë, domethënë te femra si gjë, domethënë, sepse nuk e di, ndonjëherë domethënë unë kam disa ide të mia domethënë se si e jetoj unë jetën dhe çfarë kërkoj unë nga një partnere ime ashtu domethënë, por që për ditë shohim trende të ndryshme, ide të ndryshme, edhe se di domethënë. Domethënë se dua ta kuptojmë tepër këtë pjesën se si e shef ti apo çfarë po kërkon ti apo cilat janë ato pikpyetjet e tua në lidhje me emancipimin ose jo të femrës në këtë rast. Shiko, për mua, unë nuk kam këto fjalët neoliberale ka qenë të mira para se ne të lindim. Kjo është mendimi im personal, mund të jem dhe gabim, nuk është se i di të gjitha. Po para se unë të isha lindur, domethënë, këto emancipimi i femrës apo feminizmi ka qenë diçka që ka qenë vërtet pozitive. Edhe nëse rikthehemi tek ato ide, unë janë tjera ide që unë i suportoj edhe sot. Kurse sot me këto trende që po shikojmë, domethënë me gjitha ato që qarkullojnë nga rrjetet sociale, që duket haptazi që të ndryshe informacione konsumoj unë, ndryshe informacione konsumon ti, sepse është ai algoritmi që të ushqen ato lloj informacioni që të bën ty të reagosh më shumë. Por që këto ide, mënyra këto rrymat e radikalizimit e këto përçarjes në mes shoqërisë, domethënë, mua nuk më pëlqejnë fare në asnjë lloj mënyre. Ajo pjesa që u tha dhe herën e kaluar që çdo njeri normal mund të jetë feminist, unë mendoj që një person që thotë që çdo njeri, pavarësisht se çfarë jeti, do të jetë feminist, për mendimin tim gjithmonë, nuk ka lexuar mjaftueshëm nga pjesa e sociologjisë së njeriut edhe nga pjesa e filozofisë, sepse për të qenë një njeri i denj, për të respektuar një femër, për të mos përdhunuar, për të rritur fëmijë të denj, nuk do të jesh feminist të plak, do të jesh njeri i denj, do të jesh nuk të kem thënë këtë dhe nuk e kam thënë. Jo ti, por prandaj unë dua të përmend emra tash se kupton, nuk e di ato. Jo, mendova se më the që okay, jo. Po diskutojmë në përgjithësi, se ta diskutojmë bashkë që çfarë mendimi ke ti, domethënë normalisht nuk kam të drejtë të përmend asnjë emër të personave që ishin në chat room sepse do i përmend në një pjesë tjetër kur ata të pranojnë të hyjnë në podcast, normalisht atëherë do ja përmend emrin. Por që ideja që të hidhen fjalë të tilla domethënë është shumë absurde për mendimin tim, sepse unë shikoj gjërat dhe nga një këndvështrim tjetër se që shikon çdo njeri tjetër. Unë nuk besoj fare me gjithë ato broshkollat e feminizmit që thon tash, apo ku dëgjon pay gap apo vështirësitë në jetë kështu. Ka vështirësi për femrat më shumë se sa për meshkujt, po janë biologjike, biologjike se nuk janë të zgjuar, as pak. Nuk ka lidhje fare me ato biologjike sepse kanë preokupime të tjera në jetë. Kanë perioda që i ndikojnë direkt humorin edhe produktivitetin në punë, do krijojnë nesër pas nesër një lidhje, problemet në lidhje i përjetojnë më keq se si përjeton një mashkull, do jenë nesër pas nesër nëse ato kanë dëshirë do jenë shtatzëna, duhet marrin leje, do kenë, e kupton? Prandaj është më e vështirë. Po unë nuk e besoj që në një shoqëri si këtu, aty në Shqipëri mbase është e vështirë. Nuk diskutohet. Ekziston paragjykimi. Por kur diskutojmë për bare apo nëpërmjet këtyre kolegëve në një vend si Gjermania apo Belgjika apo Britania, si po flisim përpara, thonë që ne kemi më të vështirë vetëm sepse jemi femra, më duket absurde, sepse unë shikoj të kundërt në kësaj. Çfarë shef ti? Ta shpjegoj pastaj, si e mendoj. Ja, unë shoh se me gozë që po bëja muhabet çfarë domethënë kur në të tjera përveç të seksualitetit, thaj që ka një lloj stigme për femrat që punojnë në IT. Domethënë që femrat që punojnë në IT janë kur shkojnë të punojnë, kishte një shoqe kjo domethënë që punonte dhe kishte ata burra 45-50 vjeçar domethënë që kur vinë atje i cënoi egoja atyre që pse kjo dinte ta bënte ata gjë dhe kjo s'bëj. Edhe unë kisha një argument shumë të thjeshtë tash. Shiko. Nëse ky personi ky shoku ose shoqja jote në këtë rast është e aftë, domethënë, respekti edhe vendi jot në shoqëri nuk të bie nga qielli. Unë kur kam ardhur këtu, edhe kur kam filluar punën para 3 vitesh në profesionin tim, të gjithë ishin ose ti je i ri, ose ti je i huaj, nuk e di terminologjinë mirë, nuk e di gjuhën mirë. Unë i bëja ato, detyra që më jepnin ata, i ke 3 ditë kohë tash për të bërë. Unë mbaroja për 6 orë ata ja jepja.
po ç'ne ti që e mbarove këtë, kjo nuk do të bëje për kaq shpejt. Shikoje prap. Pa e parë fare më thoshe shikoj prap. Edhe një herë, 2 herë, 3 herë. Aman në krye të 7 muajve e zura vendin tim. Donin të mbaronin punë, thoshte o zotëri me blon Hasanin, jepi këtë detyrën edhe ta nxjerr ai si duash. Ajo që duhet të dalë unë është nuk është e vështirë vetëm për femrat, është e vështirë për çdo kënd. Nëse ti je në një ambient të huaj, je në një ambient që është në atë lloj faze, që është i dominuar nga ai lloj brezi, domethënë, nuk ka rëndësi fare ti se çfarë ke mes këmbëve, e kupton? Është për të gjithë njësoj e vështirë për të hyrë për ato. Jo. Unë do thoja që nëse mund të shtoj diçka te kjo pjesa, që përveç gjithë këtyre vështirësive që ti ke kaluar, në rastin e një vajze, do i shtoj edhe pjesa që është kjo ideja që kjo është një punë që e bëjnë meshkuj. Qoftë IT, qoftë po them për ndërtim, qoftë për çfarëdo lloj pune që cilësohet si mashkullore në thonjza. Që janë këto vështirësi bashkë me këtë pjesën tjetër dhe këtë nuk e mohon dot. Edhe unë kam rëndë... po ti, ai e mohon dot pjesën që në një jo inxhinier ndërtimi si puna ime. Po punton ndërtimi, ti mendon se performanca e një mashkulli është e njëjtë me performancën e një femre në një kantier ndërtimi? Jo, nuk po them këtë pjesë sepse ndikon edhe pjesa e fizikës, po mendoj se një femër mund ta bëjë një punë të tillë, mund të bëjë çfarëdo lloj pune, mund të bëjë gjitha punët nëse do. Mund të bëj prapë, shiko, unë marr nga ana e privatit, Klara. Të jap një shembull personal se të shbën edhe do të jap shembull nga ana jote, domethënë që pse është për gjëra të tjera njësoj edhe nga ana e femrave. Shifë në pjesën e ndërtimit. Unë punoj në firmë private, pavarësisht se ai shefi im do të jetë pa progresist, do të kështu, të fusi më shumë femra, domethënë, edhe ka femra, është një punëtor e fundit që ka ardhur ne, domethënë, një arkitekte që e ka marrë punën vetëm se ishte femër. Dhe ne të gjithë e dim, edhe ai vetë ka pranuar shefi, domethënë, vetëm sepse ka presionin në shoqërisë. Po kjo nuk ka lidhje fare me këtë. Atje ku do të dalë unë që shumica e këtyre feministëve moderne, domethënë, janë cherry picking. Marrin thjesht ato gjëra që duan ata të zgjedhin si probleme, domethënë. Se flasin për kota, nuk ka mjaftueshëm inxhiniere femra, nuk ka mjaftueshëm arkitekte femra, po nuk kam dëgjuar ndonjëherë që thoshë nuk ka mjaftueshëm zhbllokuese puseta femra. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë thoshë duhet të rrisim numrin e femrave ne që lidhin hekurin në kantier ndërtimi. Edhe unë kur e llogaris atë kraun e punës, unë e llogaris me performancën më të lartë që mund të marr unë, sepse unë jam për pjesën e fitimit, edhe unë nuk mund të sakrifikoj cilëtetin e punës vetëm për të përfshirë njerëz. Unë jam te pjesa e meritokracisë. Nëse ti arrin ta bësh një punë, nuk më intereson fare në çfarë ke mes këmbë, mund të mos kesh asnjë gjë fare, po që edhe alien. A bën punën, po e bëre punën, nuk më intereson më thosej. As nga vjen ato problem që se keni në Shqipëri për shembull, sepse nuk e keni pjesën e racizmit, nuk ka ato huaj në Shqipëri, domethënë që tjetë ai vitaliteti, domethënë. Edhe shefi im këtë pjesë ka. Unë jam i vetmi i huaj që jam në atë firmë. Jam 30 inxhinier, unë jam i vetmi i huaj. Domethënë, a nuk e ka problem fare, sa ai e di shumë mirë në fund ditës, nëse ai më merr në telefon. Unë nesër në para dreka ai e ka të marruar atë punë. Edhe kjo intereson atij, nuk intereson atij se çfarë gjuhë kam unë amtare apo budalliqe të tilla. Edhe njëta gjë duhet vlerë edhe për femrat. Shqetësimi i asaj vajzës në këtë rast, nëse kuptova, është në pjesa që ajo arrin ta bëjë punën e saj, por nuk merr një lloj vlerësimi, domethënë për shkak se është gjinia tjetër që është dhe më e madhe në moshë që nuk ka besim, po themi, tek puna e saj apo që ka ndjet një lloj diskriminimi edhe për faktin që është femër. Apo jo, ky është shqetësimi i saj. Pikërisht, edhe gjëja fjalia e parë që unë i thash që po, edhe për ti e ke për arsye sepse je femër, unë e kam për arsye sepse jam i huaj në një vend të huaj. Të dy kemi të njëjtin problem, po me karta të ndryshme. Mënyra më e mirë është që ta bësh atë gjën që ti aq i aftë ta bësh aq shpesh, aq mirë me një performancë shumë të lartë, sa ta arrish deri në një farë pjesë që nuk ka më njerëz sa të thojë ty. Okej, shumë mirë, jam dakord për këtë pjesë. E kupton, këtu e kisha, domethënë, di çfarë më shqetëson më Klara, se ishte edhe një rent i vogël këtu, sorry. Për këtë, po që ideja është që mua më shqetësojnë njerëzit që kanë karakterin e dobët, që fillojnë e viktimizojnë, thonë që nuk e bëjnë, nuk më lën mua sepse unë jam femër. Shiko, ka për shembull profesione të ndryshme, domethënë që ti të harosh të marrësh punë si mashkull, për shembull. Kam punë zyrtare, administratës këtu për shembull, që nëse mund të jenë 10 meshkuj dhe një femër, është pa diskutuar që edhe femra do ta marrin. Nuk diskutohet fare. Pjesat e edukatorisë për në kopshte, domethënë, 99.99% janë femra. Në pjesën e mësuesisë parashkollor, 9 vjeçare dhe gjimnaze, shumica janë femra.
Po pra, po, më lër të shpjegoj diçka këtu. Ti e shoh unë të paktën. Është pak a shumë, jo pak a shumë, po është e njëjta gjë siç ndodh me punët që kërkojnë më tepër forcë fizike. Në rastin e këtyre profesioneve që përmendet ti, edukatore, mësuese, më the thash, përfshihet fushia emocionale ose psikologjike. Pra, për nga natyra, meshkujt e kanë, po themi, fizikun më të fortë, biologjikisht e kanë më të fortë fizikun, e kanë konstruktin e tillë që janë fizikisht më të fortë se sa femrat. Nga tjetër, femrat përveç se janë multitask dhe mund të merren njëkohësisht me shumë gjëra, në këtë rast edhe me shumë fëmijë, janë edhe emocionalisht më të afruara, më të dashura dhe vinë më butë, janë si ujë, po themi, dhe është e nevojshme dhe për këtë arsye mendoj se janë dhe profesione që janë më të zgjedhura nga femrat se sa nga meshkujt. Bravo, pra ti të parë në të profet. Unë do të jam klara, më falni ndërprerje të shkurtër. Unë kam një ide time personale që se kam lexuar asnjë vend. Unë mendoj se femrat janë më qenie humane se sa meshkujt. Janë human më të mirë se sa meshkujt. Se meshkujt janë shumë strajk, janë të koncentruar në sende, janë të koncentruar në zgjidhje problemesh, domethënë direkte, konfronte, kuptoj që nuk e marrin. Kurse femrat janë qenë më të buta, janë ajo, prandaj profesionet të tilla, domethënë unë do e ureja faktin po të kisha ta kisha fëmijën në një kopsh ku edukatorët ishin meshkuj, kupton? Se nuk mendoj se meshkujt janë të aftë i mësojnë një fëmijë humanitetin ashtu siç mund t'ia mësojnë një femër. Kjo është një pikë e fortë e femrave, domethënë, unë vërtet e besoj këtë. Unë nuk besoj që një mashkull mund as të afrohet me aftësinë që mund të ketë një femër për të rritur një fëmijë. Po pra, unë mendoj, shiko, mund të ketë, gjithmonë ka përjashtime, po mendoj se vjen më tepër se ti i vjen natyrshëm një femre dhe një mashkull në këtë rast. Edhe më natyrshëm një mashkull i vjen të drejtohet nga gjëra praktike, konkrete, siç është një shembull që e marr shpesh, domethënë, edhe në biseda me mish, apo që i themi dhe me të qeshur që femrat në përgjithësi duan, edhe pse mos më pëlqen shumë si gjë, po që ndodh, duan në përgjithësi të flasin dhe të dëgjohen, nuk është se në vetvete kërkojnë gjithmonë një zgjidhje. Kupton, duan më tepër që ti dëgjosh dhe ato ti nxjerrin gjërat që kanë brenda vetes, kurse meshkujt në përgjithësi duan thjesht një zgjidhje konkrete. Për këtë arsye, edhe psikologjikisht nuk është se i drejtohen një femre për të marrë një zgjidhje, por shkojnë ose japin vetë zgjidhjen, ose flasin me një mikun e tyre, ose më saktë flasin me një person që e di që do ja zgjidh problemin, po themi. Pra që merr një zgjidhje konkrete, mbaron punën me atë problem dhe mirupafshim. Kurse natyra femërore është pak më ndryshe. Domethënë do t'i flasi gjëra, do që ta shpreh atë emocionin që ka, atë botën e ngatruar, atë lëmshin që ka brenda vetes, derisa të qetësohet, po themi, dhe më pas të vazhdojë normalisht jetën e saj. Është thjesht çështje natyrash, mendoj. Por, siç e thash dhe më përpara, nuk ka gjithmonë përjashtime, edhe nuk është e thënë që është vetëm një profesion i përcaktuar, vetëm një mashkull mund ta bëjë ose vetëm një femër mund ta bëjë. Domethënë, mendoj se vetë njeriu, kushdo, çdo person, nëse ka dëshirë mbi të gjitha, se nëse ti nuk e dëshirë, nëse ti nuk do ta bësh diçka, nuk ka për të bërë, duhet patjetër të jetë ta duash atë gjë që do të bësh. Dhe mbi të gjitha nëse e ka edhe mundësitë apo i krijon mundësitë gjatë rrugës, mund ta bëj pa pikë problemi. Në rregull. Unë të mbështes 100% te këtë pjesa që thua ti. Po tani të rim shtrëmbë të flasim drejt. Nga ata punëtorë që pastrojnë pusetat ose ata që lidhen hekurin. Sot ishte 33 gradë në Berlin, këtu është lagështia 2 fishi në Shqipëri, është mbytse fare, është shumë herë më keq kur është vap. Ti mendon se ata persona duan atë profesion? Mendon se ata burra që janë aty që digjen, e di si ishin sot ata, edhe serbët edhe shqiptarët, se jemi të bukur fare, ne shahemi nëpër internet, po në kantinën ndërtimi janë gjithë bashkë, shqiptar, serb, grek. E kuptoj, po ka profesione që ti i bën se do, ka profesione që ti i bën se je i detyruar. I detyruar, pra, po edhe një femër që është që nuk ka mjaftuar shumë të ardhura financiare, domethënë është e detyruar të marrë një punë, pas një femër nuk e zgjedh të shkojë në ndërtim. Edhe nuk ka asnjë problemi me këtë. Jo, nuk jam dakord. Ka, nuk janë shumë të përhapura, po ka shumë vajza e gra, sidomos jashtë, se i kemi parë, domethënë,
që punojnë edhe në industri, se unë ta them, domethënë, është shumica e femrave që shkojnë në ndërtim, shkojnë tek pjesa e estetikës, me pjesën e lyerjes së shtëpisë e të tjera. Edhe unë po them, unë nuk kam asnjë gjë kundër kësaj. Sepse nëse ajo do të bëj atë, nuk ka një rip se ti them atë, jo, hajde do lidhesh hekurin ti se jemi barazi gjinore, ne do të bësh një punë. Jo, as pak. Unë e lidh këtë vetëm me pjesën që nëse ti ke të drejtën të zgjedhësh mos ta bësh atë hekurin, se është punë makabre që nuk ja uroj as njeriu. Nuk ke as të drejtën të ankohesh për gjërat e tjera që i ndodhin çdo njeriu, se problemet që i ndodhin një femre në një punë normale, sidomos këtu domethënë, po shkëputemi çik nga realiteti shqiptar, se unë di që aty është mos konservativ situata dhe është më e vështirë. Po në një ambient si këtu, unë nuk mendoj se një femër gjermane ka të drejtë të ankohet tash sepse nuk shifet me të njëjtin sy domethënë. Se unë jam pjesën që vetë bëjnë kontrollin, domethënë se çka ka bërë në kontraktori. Ajo goca tjetër që është atje në punë për shkakun nuk do asnjëherë të ikë në tren. Edhe është zgjedhja e saj, e kupton, po nuk mund të dalin nesër pasi të thotë që jo po pse paguhet më shumë Bleoni, ku Bleoni tani po i bie Berlinit rreth e qark, ka 3 orë të ditës i shpenzon vetëm me udhëtim nga kanteri në kantier, kupton? Këtë duhet të arrijë. Jo, e kuptoj ku e ke fjalën, domethënë edhe unë jam për pjesën e meritokracisë, nuk është çështja aty. Kur unë flas për ankesat apo të drejtat e vajzave, të grave, nuk është për pjesën që ti je më i mirë se unë edhe unë tani thjesht prej faktit se du të kem disa drejta që m'duket mu kështu kot nga mendja se po më hojnë, do filloj të ankohem tani, nuk e kam fare për këtë dhe unë mendoj se pjesa më e madhe nuk e kanë atë luftën në thonjza apo gjithmonë në diskutime sipër që ngren zërin në lidhje me lëvizjet feministe apo të drejtat e vajzave të grave, nuk e kanë në aspektin që ti thjesht prej faktit që je femër të gëzosh disa të drejta vetëm se ndihesh e diskriminuar. Jo, është për pjesën kur vërtet ti je e diskriminuar, është për pjesën kur të mohohet, domethënë diçka dhe për pjesën kur t'jap një shembull personal i kohëve të fundit, jo konkret, po më tepër një shprehje dëshire. Me qënë se jemi dhe te kjo tema. Kam qënë duke folur me një mikun tim edhe duke parë në për video të ndryshme, ka kapur një lloj dëshire që të mësoj, më vonë nuk e di, po është thjesht një dëshirë momentale, të mësoj për pjesën se si ti bëj gjërat vetë, sidomos në pjesën e arredimit të shtëpisë. Dhe kur them ti bëj gjërat vetë, përfshihet pjesa e lyerjes apo edhe ndërtimit të një komodine apo edhe për pllakat, pra të mësoj disa gjëra që kryesisht i bëjnë meshkujt. Dhe reagimi i parë i tij që nuk më pëlqeu fare dhe nuk e vazhdova pastaj diskutimin sepse ishte i kot, pavarësisht se reagimi im i parë ishte që sigurisht që mund ta bëj dhe kam për ta bërë domethënë. Por ishte që ne nuk është punë për ty, nuk është punë për ju, këto i bëjnë burrat e tjera me radhë, që mos ta zgjas si diskutim. Pra edhe nga një dëshirë që ti mund të shprehësh, direkt e mirë atë feedbackun që, domethënë do më pëlqente shumë ti ishte një përgjigje tjetër që po shumë mirë, bravo, ose të interesohesh për kurse gjëra. Pra edhe kjo mbështetja emocionale do të dalë apo kjo pjesa se si reagon kur ti do të thuash diçka që është deri diku ndryshe apo jashtë normale, paktën për shoqërinë tonë, e ndjen një lloj kështu. Çiko, ti po pillesh ndaj këtij personi që mbase mund të jetë shoku jot apo nuk e di si çfarë mund të jetë. Domethënë ti normalisht po bën diçka shumë femërore, shumë humane në pjesën që po nuk po tregohesh e ashpër apo nuk po tregohesh e egër, apo mundosh të thosh pse ai mendon kështu. Unë me që jam mashkulli në këtë bashkëbisedim që kemi ne të dy tani, po e marr unë atë stafetën, po them që ai person që mendon ashtu për mendimin tim është pler. Pse mendon se ai është pler? Unë mendoj se ai është pler për vetëm një fakt, sepse unë kam pasur bekimin më të madh, unë kam pasur një figurë jashtëzakonisht shumë të fortë femërore. Mamaja ime na ka mësuar të dy, si tim vlla, si mua, vetë edhe të gatuajmë, edhe të lajmë, edhe të shplajmë, edhe të pastrojmë, edhe të rregullojmë të gjitha gjërat. Normalisht si çdo mashull tjetër kur kemi qenë të vegjël, ne kemi urryer këtë gjë. Kupton? Ishte stresi, ishte gjëja o zoti i madh sikur po bie qielli. Kupton? Çfarë thotë kjo? Ka ikur nga trutë kokës. Ata shokët e mi po ikin po lozin, ku dëgjojmë po ikin po pin kafe. Kjo thot tash hajde bëj këtë tani. Në çfarë planeti po jeton?
Kurse tani që unë në shkëputa, tani që më duhet të jetoja vetëm, tani që më duhet të dilej Zoti vetes, domethënë, i them o Zot apo univers apo çfarë lloj gjëje që ti jetë vërtet, shqyr që unë e kam pasur atë rastin që të kem një figurë jashtëzakonisht shumë të fortë femërore sa e ka pasur ka qenë Hitler ajo në mënyrën e disiplinës që ka pasur me ne dhe unë jam jashtëzakonisht shumë ja di për faleminderit çdo lloj gjëje që ka bërë në këtë anë domethënë. Edhe unë e di këtë pjesën që thua ti unë e vëre edhe nga ana tjetër. E kupton, ka dhe shumë meshkuj të tjerë që thonë që burr tash i vari lesh të burr çfarë kështu. Unë sa herë që kam pasur ndonjë date ose kur dëgjon të sillat dikën në shtëpi mundoja rregulluar në shtëpi domethënë dhe ishin gjithmonë vetëm me çunat. Burr tash i vari lesh të burr se çuni e burr çfarë problemi ka ton. Çunat janë normalisht do e kesh shtëpi shkatruar Allah, kupton, ke hallë, ke probleme. Edhe nuk është se s'kam hallë, s'kam probleme, kupton, po ajo pjesa e pastruarit të shtëpisë nuk është se do të ndalojë ty të zgjidhur i hallet e problemit. Kjo është ato dy janë. Kjo nuk është as patriarkal as matriarkal, kjo është thjesht ignorancë popullore. Po kjo pjesa e rregullit të higjienës, pastrimit të shtëpisë, apo është edhe një lloj pasqyre se si je ti në botën tënde të brendshme, apo një lloj edukimi deri diku që ti ke marrë për si të respektosh veten tënde, ambientin ku ti jeton, sepse ti jeton çdo ditë aty, po edhe të bësh diçka ekstra për personin që po fton aty, dhe është diçka shumë e bukur mendoj. Nuk do isha shumë dakord, jo dakord se s'm takon më ta them dakord, po do ishte pak hipokrizi nëse ti e bën vetëm në atë rast atë lloj rregullimi apo pastrimi, është një lloj manipulimi kështu i lezetshëm. Po, jo në rregull. Ajo unë kam 50-50. Nuk është se jam i mirë i perëndis. Në qoftë se unë për shembull do e pastroj ato më një herë në javë, që zakonisht e pastroj një herë në javë, domethënë tamam. Në raste që do kisha një vizitë, do e pastroja jashtë radhë. Kupton, kjo është. Po, kuptoj, këtu është ajo pjesa, domethënë në momentin që ty të kthehet si një rutinë, tregon më shumë për ty se sa për personin tjetër, se personi tjetër do vi, do qëndroj një natë, po them, dhe mbaroj muhabet. Kupton, ajo është krejt normale që ti tregosh më i kujdesshëm sepse dhe pjesa e shtypjes që do t'i japësh për takimin tënd dhe e bëjmë gjithë pak a shumë, nuk është çështje gjinish në këtë pjesë. Por siç thash, do ishte ekstrem apo e çuditshme nëse ti nuk e bën asnjëherë, po vetëm për këtë rast për të marrë më të mirë në takimin, se di. Po ma ha mendja se ata persona që se bëjnë asnjëherë nuk kanë për ta bërë as në atë rast. Si do jenë ata persona siç i përmenda unë që thonë që burr vari lesë e çun, ças, nuk ka problem fare. Duhet jetash, do vi ajo të pastroj shtëpinë. Unë mendoj se ka plot, mendoj se në këtë pyetje ekzistojnë plot vajza që janë për mujaxhie dhe nuk dembele nuk e mbajnë shtëpi pas tjetër me radhë, ashtu siç ka plot djem që janë të rregullt dhe i bëjnë gjitha vetë dhe bravo u qoftë se mua është shumë turnofa. Vajzat nuk janë të pastra, është turnof komplet. Unë kam gjithmonë pjesën e femra është ajo që unë dua të marr shumë, domethënë nëse unë për shembull mbaj pastër nga 110 a 7 dua që një partner e imi arshme të jetë minimumi 8. E kupton se dua të më shtyj që ti je më mirë se sa jam sot. Okej, por që asaj ti vi natyrshëm dhe jo prej faktit se ja kërkon ti. Normalisht, jo, me të thënë nuk bëhet asnjë gjë, normalisht. Po e bëri për ty do e bëj 1 javë, 2 javë, sa të nifeni, sa të vaj, sa të hysh në comfort zone, pastaj do fillojë një njëjta gjë dhe varësisht. Okej, mirë, se ka shumë rëndësi edhe mënyra se si thuhet apo kërkohen disa gjëra, sidomos këto që lidhen me punën e shtëpisë, po ky është një diskutim tjetër që do zgjatemi, do stërgjatemi, kush duhet i bëj punët e budalliqes. Po kush duhet i bëj punën sipas teje? Të dy bashkë, kujt i do shefi ti bëj punët? Edhe nëse janë të bërë të dy bashkë, nuk mendoj se i takon njërës pal apo tjetër. Nëse mua më vjen më përmbar që të laj enët, sepse nuk e kam probleme dhe unë vetë personalisht e kam çik merak pjesën e kuzhinës, thjesht nuk e shoh dot rrëmuj, sidomos e te palara. Por e kam bezi pjesën për ta fshirë shtëpinë, po them. Do doja që partneri im të mos i kishte problem pjesën që ta fshirë shtëpinë. Edhe kështu të bëhet një kombinim i ndarjes së punëve. Nëse ka një ditë që unë nuk jam mirë me humorin e ndodh shpesh që natyra, gjinia femërore të mos jetë mirë emocionalisht, edhe nuk dua t'i bëj punët, nuk kam nevojë dhe nuk dua fare ta dëgjoj një zë, sidomos zërin e një mashkulli që të mësoj që shtëpia rrëmoj edhe po se tani po tregohesh se nuk është zëri i një mashkulli, ja, se po e gjeneralizon, është zëri i partnerit tënd. Zëri i partnerit, okay, zëri i partnerit.
Të më thoj zëri partneri, domethënë që shtëpia rrëmuj, o pse se ke pastruar? What the fuck, pastroje vetë. Më kupton? Pra këtu nis ajo pjesa e komunikimit, ti e shef që unë nuk jam mirë, edhe nuk mund të më kërkosh kur unë nuk jam mirë që të pastroj shtëpinë. Ashtu siç unë e shoh nëse ti nuk je në terezi apo nuk është okay për shembull për ty nëse ti nuk je mirë, domethënë që ai mos të pastron, thjesht prisë sa të ngrijë humorin ty. Jo, nuk do ishte okay. 2 sekonda. Nëse unë nuk jam mirë nga gjendja emocionale dhe shtëpia është rrëmuj, mua më shqetëson kjo dhe mbase për këtë arsye shtëpia është rrëmuj sepse unë s'jam mirë. Mua më shqetëson më tepër gjendja ime se si duket shtëpia. Në momentin që ti vjen dhe të shqetëson se si duket shtëpia dhe e shpreh hapur këtë gjë, normalisht mua reagimi i parë që do më vi natyrshëm do jetë që bëje vetë nëse të shqetëson. Te fakti që unë akoma po rri dhe po e lë rrëmuj kur i thon, do të thotë që nuk e kam mendjen atje dhe nuk më shqetëson ajo dhe është problemi i fundit që po mendoj në këto momente. Kështu që bëj vetë. Nëse ti zgjedh pastaj që të mos e bësh, pastaj nuk do vi prej kërkesës tënde nëse unë çohem ta bëj apo jo, por do vi prej faktit që unë e vendos ta pastroj. Më kupton? Kjo është ndryshimi. Po kjo është marrëdhënie shumë e çndeshme. Po është, shiko, këtu në këtë pjesë është dhe ndryshimi që ka ndryshimi emocional që prekën para meshkuj dhe femrave, se për shembull siç e thua ti që ndodh shpesh me femra që nuk ndihen mirë dhe nuk duan ata të bëjnë asgjë që edhe është okay, zgjedhja e tyre, kupton? Kurse meshkujt kanë një lloj mekanizmi tjetër, kupton? Meshkujt zakonisht kur janë atë lloj gjendje që janë femrat, kupton, që nuk duan, që nuk kanë dëshirë për gjë, në atë fillojnë bëjnë overproductive, kupton? Aty fillojnë mund të jetë 8 orë në punë ai, nëse ka një lloj stresi ja full 10 orë, 12 orë në punë. Vetëm si meshkuj je edhe je rritur në një lloj mënyre dhe është edhe gjenetike në pjesa më e madhe që doesn't matter plak, kupton? Varilesh çfarë ndjenja shketi për momentin, ti duhet i dalësh zot. Meshkujt, po flasim për meshkuj dinjitoz gjithmonë, mos se më bën kështu përjashtime për ndonjë plere anos cepi të rrugës, nuk po flasim për ata. Flasim një meshkull dinjitoz e ka ose pak më siç e kam unë edhe shokët e mi që më rrethojnë mua, është gjithmonë që nuk ka rëndësi fare se si ndihesh ti. Nobody gives a fuck, kupton? Ti do kesh nëse paraqish një familje, çfarë lloj gjëje që ndodhi ty, asnjë gjë nuk do ta marrësh vetë, asnjë nga problemet e punës nuk do ta çosh në shtëpi, të shkarkosh shtëpisë, as nuk do të pish, as nuk do të bësh, edhe sido që ti jesh ti, gjëja e parë që do të kesh në mendje është që ata të jenë në rregull. Nëse ata janë në rregull, varilesh çfarë ndjenja është këtij për brenda. Sa është ndeshme për mashkullin është kjo nuk e di unë. Po, prandaj për mua kjo është e trisht në fakt që do të ti mbash për brenda të gjitha ato që ke dhe të mos e ndjesh sidomos me partneren tënde, të mos e kesh atë lutshmërinë apo të mos e ndjesh atë nevojën që ta flasësh të paktën me të. E kuptoj për pjesën kur nuk jeni të dy mirë, atë nuk është se do jepi një zgjidhje apo do ta lehtësonte situatën, sepse çfarë do japësh do marrësh nga njëri tjetri. Po në momentin që ti nuk e ke atë lirshmërinë, qoftë edhe me personin më të afërt që ti ke aty për momentin, kjo është pjesa më e trisht dhe e di që ndodh me pjesën dërmuese të djemve, sepse e shpjegova atë pak më lart, pak më sipër që është edhe natyra e tillë që është e rezervuar edhe do të japi një përshtypje që është më i fortë, domethënë të duket më i fortë nga ç'është në të vërtetë dhe të ketë një lloj qëndrimi dhe është reagimi i të dyja palëve mendoj se është ndryshe, domethënë. Edhe nuk duhet të ndodhë kështu, domethënë duhet të ketë raste që të thyhet kjo pjesa dhe ti ta ndjesh atë lirshmërinë që mund të flasësh hapur, e vrar mendjen se dukesh i dobët apo i brisht. Po sifo, Klara, kjo është ndryshimi, domethënë që shumica e meshkujve nuk i veten ndonjëherë në mendje kjo, sepse nuk është ajo ti e the vetë përpara edhe e citove jashtëzakonisht shumë bukur. Meshkujt duan zgjidhje, kupton? Nuk e kanë meshkuj atë, të mos pak nuk e kanë atë pjesën që po hajde të flasim tash, dua të më dëgjoj gruaja, se jo, nuk dua unë t'ja vë bar grua, sidomos në momentin domethënë që mund ta kem një partner domethënë që
interesohet për mua, që më doj, që do bëhet merak nëse gjërat nuk po shkojnë mirë. Kupton se do e vëdhe atë në tension, do e daj ajo gjatë gjithë kohës që u rregulluar. Mat, kemi shembull i farë që femrat që kemi janë mamat tona. Sa herë që i thua diçka, domethënë e ke 4 ditë mbas atij problemi. I thotë, u bë, je mirë, je mërzitur, je kështu, je ashtu, nuk kërkojnë këtë meshkuj, e kupton? Ideja shumica e meshkujve nuk kanë ne nuk do të japim një zgjidhje konkrete të problemit që ke, por mendoj se jemi shumë mira për të dhënë një mbështetje emocionale. Edhe të kuptu. Më duket shumë e vështirë kjo pjesa që është ke të drejtë. Që nuk është e hapur. Duhet 2 orë, duhet një ditë e tërë, shumë ditë që ta kuptosh se çfarë ka, domethënë të përpiqesh ta kuptosh, sepse nëse personi tjetër nuk flet, është e vështirë për ta kuptuar se çfarë po e shqetëson. Edhe ndonjëherë këtu është edhe i ngërç, që edhe unë vetë nuk di se me çfarë mënyrash mund ta qëtosh tjetrin nëse nuk ka një lloj komunikimi mes palëve. Kështu që se di, mbase vjen gradualisht, mbase... Jo, shiko, te kjo pjesa ke të drejtë, kjo është e saktë që thua ti, por problemi është domethënë që meshkujt sin aty nuk e duan atë komfort, meshkujt duan zgjidhjen domethënë. Unë domethënë, okay, është mirë domethënë kur thotë njëri që okay, it's gonna be okay, ja, do ta lëshë të tilla, e kupton, po që ideja është që unë nuk më hyn në punë ajo gjëja, unë nuk dua të ndihem mirë në atë moment. Ose të paktën unë kam si karakter që unë nuk dua që më thosh që okay, do bëhet mirë. Bile dua thjesht ata maksimumi që mund të ndodhi që ta diskutojmë që unë mund të kem një mendje shumë të hapur që çfarë mund të zgjidh unë domethënë. Nuk më intereson ajo pjesa e mbështetjes emocionale që I'm here for you, sidomos për shembull kur janë probleme që janë profesionale, për shembull që në të vërtetë ajo partnere e ardhshme çfarë faj ka ajo s'ka asnjë lloj faj, pse duhet t'ja bëj barrun asaj, ajo nuk mund të më ndihmojë me asnjë lloj problemi. Shumicën e herëve do jetë diçka që unë ja kam sjell vetes domethënë dhe duhet i dalë vetë zot, sepse nëse ajo bën çdo lloj gjë tjetër përveç se të punojë në njëjtin vetë me mua, nuk ka si të më ndihmojë domethënë. Këtë lloj mënyrë mendimi i kemi ne meshkujt tani. Okej. Mirë, e kuptoj, e di kështu. Pak a shumë, por që edhe kjo unë nuk mendoj se kjo është gjë e keqe. Ti ke të drejtë kur thua domethënë që edhe ne nuk dimë ndonjëherë çfarë të bëjmë, domethënë se duhet shumë kohë që ta çasha ta harran, domethënë derisa të dalë si çfarë ndodh vërtet, domethënë kështu. Po ndonjëherë pjesa kur një mashkull domethënë nuk po i ndan atë gjë, unë mendoj se është thjesht po të mbron ty nga bullshit i jetës. Është një lloj, po e kuptoj, një lloj bujarie që ti tregon për të kujdesur për shëndetin emocional, mos ta bësh merak tjetrin, po mendoj se ka përjashtime. Ky është për rastin kur ti e di që personi në fjalë partnerja nuk do të japë një zgjidhje konkrete, kështu që është e kodë që ti ta ndash, përveç pjesës që nuk do ta ngarkohesh emocionalisht e tjera me radhë. Por ka raste të tjera që ti nuk është se ke je poshtë emocionalisht edhe mbase nuk doja shprehësh fikse përpe se çfarë të shqetëson ose mbase as vetë nuk e kupton se çfarë të shqetëson, po thjesht ke nevojë të flasësh me dikë dhe thjesht të shprehësh se si ndihesh nëse e bën njërin kaq kohë. Mendoj se është e shëndetshme për ty në radhë të parë, po edhe për marrëdhënien tuaj, domethënë marrëdhënien e çiftit në përgjithësi, pjesa e komunikimit, sepse nëse zgjatet kjo periudha kohore që ti ke shqetësime, qoftë nga puna, apo qoftë emocionalisht, apo thjesht ka kapur një periudhë që nuk e di, pyetje ekzistencialiste apo gjëra të ndryshme, nuk ka shumë rëndësi tani. Dhe nëse zgjatet kjo periudha që ti nuk flet me partnerin tënd, lindet natyrshëm edhe shqetësimi nga ana e saj, mund të lindin edhe dyshime të kota, skenare në kokën e saj që pse nuk flet me mua, çfarë shqetëson, pasi skenare të tjera që për zotin lart më shpjegojnë çik të faktin. Mos si ka mundësi që në shumë të herëve kur ti ke një gjë që shqetëson në punë, për shembull, shumë gjëja pa që mund të vijë mendje një femër është që çka ke njoft ndaj tjetër ti, për çfarë po s'do të flasësh me mua. Këtu do të dal, tek pjesa që nëse ti shpjegoj çik të ekuacionin domethënë si kalon robi nga një mashull i mërzitur te ai po më tradhton. Domethënë, cilat janë variablat, unë nuk e marr vesh no. Shikoj, unë mendoj se kjo vjen, nuk ndodh tek gjitha, po në shumicën e rasteve mund të ndodhë edhe nga pasiguria emocionale që mund të ndjej partnerja në ato momente. Nëse e ka të theksuar këtë pasigurinë emocionale
automatikisht mendja atje do shkoj. Domethënë nuk do shkoj tek pjesa që ti mund të kesh një problem në punë, se ndryshe do ma thoje, nga që për mua është e njohur dhe është diçka që më del natyrshëm, që nëse kam një problem ta shpreh me ty, ta them më shqetësoj kjo gjë, ma bën kështu te puna e bla bla bla, sepse thjesht kjo është natyra femërore. Dhe për këtë arsye unë kam të vështirë ta kuptoj që ti thjesht do të rish në qetësinë tënde kur ke një shqetësim në punë. Dhe kur unë jam e pasigurt emocionalisht në lidhje me marrëdhënien tonë, automatikisht më shkon mendja që ti nuk po flet me mua dhe ti nuk je i afruar me mua, nuk po i ndan gjërat me mua sepse e ke dikë tjetër. Cilat janë arsyet që i sjellin femrës pasigurinë në lidhje? Sipas mendimit tënd gjithmonë, nuk po të them që të japësh përgjigje definitive. Në mendimin tim ndikojnë në rast të parë sa vetbesim ka vajza tek vetja e saj, çfarë vlerësimi ka për veten. Dhe gradualisht kjo lidhet edhe më pas ose pasqyrohet edhe më pas me besimin që ka krijuar partneri tek ajo, apo çfarë vlerësimi ka ai për të. Domethënë, është një lloj tyrimi mendoj, sepse nëse unë kam besim në vete dhe i di shumë mirë cilat janë vlerat e mia, apo e njoh deri diku veten, cilat janë pikat e mia të forta apo të dobta, pra e njoh se si do reagoj në situata të caktuara, jam pak më i qëndrueshme emocionalisht, sepse e di kur duhet të rezervohem, e di kur duhet të reagoj, e di kur duhet të thjesht të flej gjumë dhe të mos flas, dhe e di kur duhet ta diskutoj diçka. Por kjo vjen gjatë rrugës, vjen duke u rritur, vjen duke njohur veten, vjen duke krijuar një lloj vetbesimi, dhe nga ana tjetër, pasiguria ose pasiguria emocionale, sado ti të jesh e fortë, po them, do vi një moment që personi që ti e ke partnerin tënd të afërt do ndikoj dashur pa dashur tek ti se s'bën. Domethënë nuk është i njëjti raport siç mund të kemi me pjesën tjetër të shoqërisë. Pra unë ndjem, po marr një shembull kot. Unë e di se çfarë dua nga vetja, e di çfarë dua nga jeta dhe vazhdoj rrugën time dhe nuk i dëgjoj fare të tjerët, dhe është tjetër reagim me personin që unë kam vendosur të kaloj jetën time. Pra nuk mund të jem aq indiferente, dhe sidomos për një vajzë ndikimi emocional është pak më i fortë. Kështu që unë mund të kem vetbesim, por nëse partneri që unë kam në krah nuk ka fare besim tek mua, edhe është kritikues, nuk më vlerëson, për gjë nuk i kushton rëndësi atyre gjërave për të cilat unë jam entuziaste, sigurisht që do ndikoj tek unë, do krijoj një lloj pasigurie, në një pikë të caktuar do më vendosi dhe mua në pikë pyetje, që shiko se mbase se ky është personi që unë do kaloj jetën, më kupton, mbase ky ka drejt, mbase unë nuk jam aq e mirë, mbase ka shumë base pastaj, shumë pikë pyetje, dhe ditë pas dite e krijojnë këtë lloj pasigurie. Prandaj është shumë i rëndësishëm pjesa e komunikimit, që ti të flasësh dhe të tregosh edhe çfarë të shqetëson, po edhe të thuash se çfarë vlerëson, domethënë. Edhe një kompliment i vogël, që për ty mund duket shumë i vogël në mëngjes, mund të përmendoj ditën mua. Nga rrjete shoqërore të ndryshme, domethënë, shiko se kanë vënë në rrjetet sociale meshkuj shqiptar shajnë shumë, po ne jemi goxha superior me këta. Për mos qenë diskriminues, për me këta lloj fundorinash janë këtu, domethënë, që janë feshkuj, nuk janë meshkuj fare, domethënë. Ka një lloj mangësie, ku dëgjon, një lloj mangësie të dashamirësie, nuk din të thonë një fjalë të mirë, nuk din të bëjnë gjë të mirë. Edhe unë për idhë nuk e kam me qejf, nuk vetë njëri me qejf të blej lule tash, po e bën robi, e bën për të bërë personin tjetër të ndier mirë, se nuk është kur je në një lidhje nuk është çdo gjë vetëm për ty, nuk është çdo gjë vetëm të ndihesh ti mirë, është të ndihet personi tjetër, edhe kur maturohesh në një lidhje është të bësh diçka për atë personin tjetër që ai të ndihet mirë, dhe kur ai person të ndihet mirë të japi edhe ty kënaqësi. Ajo është një lidhje e shëndetshme. Edhe thot robi njëherë, ku dëgjon, nuk e di tash budalliqe detaje më të vogla, duke je bukur sot, ku dëgjon. Të shkojë shumë flokët kështu, apo një lule, një çokoladë, një budallik, këto gjëra që duken cringe, domethënë, të duken që janë budalliqe fare, domethënë kur i mendon kështu nga ana maskullore, por që në fakt e ka vërtetuar që kanë peshë shumë të madhe, domethënë, dhe ushqen atë sigurinë e femrës që okay, ai akoma vazhdon, po mendon për mua, domethënë, nuk e ka haruar të vogëlsirat e cilat tjera, domethënë.
E kam vënë shumë re që këtu domethënë sidomos te që është një lloj nuk e di si mund ta shpjegoj domethënë një lloj budalliku i madh, një lloj kurvërie nga dy anë të gjinive, domethënë që s'kan asnjë lidhje emocionale me njëri tjetrin, nga asnjë lloj baze domethënë. Nuk din të bëjnë as gjeste, nuk din të konsumojnë debatin e çift, nuk din të shkëmbejnë ide, nuk bëjnë asnjë gjë përveç se seks mekanike dhe unë jam me këtë të nxjerr një foto në Instagram, kjo është ajo që jam unë dhe kaq, e kupton? Është shumë kaq, do të bëj robi gjëra për personat e tjerë. Ajo të bën njëri më të mirë se ata të tjerët është kur bën gjëra të mira për personin tjetër, pa pritur asnjë gjë në mbrapsht. Ashtu funksionon. Ose pa patur një datë të caktuar. Por kjo vjen edhe nga mënyra se si krijohet raporti, edhe si rriteni të dy bashkë, domethënë. Mendoj se vjen gradualisht ose të nuk është të thënë që ti ta bësh sa për sy e faqe vetëm kur keni një përvjetor apo kur është një festë e caktuar, ajo është thjesht. Unë jam zënë me të gjitha dashur që kam pasur, unë jam zënë gjithmonë sepse ose ishin përvjetore kështu nuk isha entuziazmuar fare. E kam tipike imja ka qenë kështu random një ditë kështu ku dëgjoj. Nesër, kot, pa lidhje fare, ku më shkrepet në mendje të blej diçka edhe vija kështu. E kupton dhurata të vogla. Këto bazike që i kemi në shqiptarët, jo në një veshje, jo në një çantë, jo në një kështu argjendari domethënë. Gjithmonë unë kam pasur tipiken që i bëja ku më vinte mua, thjesht më vinte në mendje, më pëlqeu, kjo do dukej shumë mirë në partnerin time dhe e bëja. Edhe këto janë gjëra për shkakun që i dukeshin që ç'a ndodhi, e kupton që duket ndonjëherë që what the fuck, nuk ka bërë ndonjëherë në një njeri dhuratë pa pasur në një rast. Është goxha e trishtë domethënë, robi janë shumë pa përgatitur kur bën gjeste kështu. Kot, domethënë se thjesht do ta bësh gjeshtin, e ndjen se do ta bësh edhe e bën. Janë çuditë no. Varet si është mësuar, si ka pasur raportin përpara, varet si unë mendoj se varet edhe nga konteksti. Thjesht njerëzit janë të ndryshëm, domethënë kanë disa gjëra të përbashkëta, po ndryshon edhe se ndikon karakteri, ndikon personaliteti, ndikon çfarë të pëlqen. Nuk e di, shumë mua personalisht komplimentet më sikletosin pak, sepse nuk di si të reagoj, domethënë i kthej gjithmonë me të qeshur, në sensin që po ose gjëra si këto, por jo se në vetvete nuk më bëhet qefi, ose këto surprizat e vogla apo dedikime, gjëra. Domethënë nuk është e thënë. Unë mendoj se është për të vlerësuar pjesa që tjetrit i ra ndërmend, dhe për të vlerësuar pjesa që nëse bën diçka, qoftë edhe një dhuratë të vogël apo një dedikim për mua, ka marrë kohën e tij dhe i ka kushtuar energji, ka kushtuar veten e vet asaj çka po më bën mua. Pra nuk besoj se është në vetvete ajo çka po durohet. Tani normalisht, shkoj edhe unë tham nga ana e femrave harova. Po e njëjta gjë vlen edhe nga ana tjetër. Edhe ne njerëzim, edhe ne ka pëlqyer. Më shumë dakord. Jam shumë dakord për këtë pjesën. Po me që më pyete për pasigurinë emocionale tek vajzat edhe për këtë. Po, aty ishte. Sigurisht që ndikon, domethënë, në të dyja palët është nevojshëm në të dyja palët dhe nuk na kushton asgjë. Që të themi sa mirë po dukesh apo gjëra të tilla, më kupton një. Po se ti, unë mendoj se o Klara drejtuar meshkujve, unë jam edhe pjesë, edhe nëse të kushton në gjë, edhe nëse të ke një ditë muti ku dëgjon edhe nuk e ke mendjen atij. Edhe nëse nuk të vjen për momentin. E plak se nuk është gjithmonë se kur të është ngritur ty, e kupton. Bëj tjetër, bëj as bukur, nëse dita jote është varilisht, bëj atë ditën tjetër të paktën. Të jetë bukur. Ja bëjmë, ky është qëllimi pse kemi ardhur mjet, të zbukurojmë ditën të tjerë. Pikërisht. Të shaka. Unë nuk e di se si kaluam nga edukimi seksual tek. Por që ideja është se të gjitha këto gjëra që ne folëm domethënë në thelbin e vet janë edukim në përgjithësi. E të gjitha këto që unë kam shumica nga familja ime, domethënë unë mbaj mend i matë është mashkulli më mashkull që unë njoh, domethënë është i sertë, është i kujton, është i ftohtë, e ka atë prezencën në dhomë. Ama një gjë nuk e harroj asnjëherë, domethënë sa herë dilin manushaqet në shkurt, dilin manushaqet në Berat, për shembull. Ai çoi gjithmonë në 4:30 se punonte larg, punonte në Kavaj, domethënë dhe në momentin që manushaqet çelin, zgjoheshin çik përpara,
mblidhen kështu dhe ja linte mamit e ana e asaj. Domethënë që për neve ishte domethënë që what the fuck, kupton? Ti për ne je kriminali më i madh, domethënë se je shumë i egër kështu, po bën ato gjëra domethënë që dukej edhe ashtu e kemi mësuar. Edhe të kthehemi pastaj te edukimi me që ti e ke më shumë për zemër se tem që bravo të qoftë, që se është shumë e rëndësishme. Unë mendoj se çdo gjë, edhe 90% e çdo gjë është nga familja. Është detyra e familjes të nxjerrë një person. Varet si qollon familja, se familja nuk e zgjedhim dot kur lind. Do thënë ne thjesht qollon ka familja, kështu që varet si qollon familja. Edhe ka shumë raste që shembull, babai mund të jetë mund të ndikojë për mirë ose mund të ndikojë për keq. Po në rastet kur ndikojnë për mirë, mendoj se janë raste më të rralla. Po është nuk është se po të vjen nga familja ky lloj edukimi, domethënë nga rasti që babai është alkoolizuar edhe djali në këtë rast e shef se si ai sillet në përditshmëri, si me nënën e tij, si me familjarë, domethënë dhe sa e degraduar është gjendja dhe thjesht në kokën e tij që i vogël e ka kuptuar që unë nuk dua të jem si ky njeri, për këtë arsye do bëj çmos që të largohem nga kjo gjë. Edhe kjo është super, domethënë, po në shumicën e rasteve kam përshtypjen se nuk për keq, pra është një shembull që ti merr, okay, kështu duhet sillet burri në shtëpi, kështu duhet bëj dhe unë, domethënë atëherë. Pra, mirë se edhe shumica e njerëzve Klara nuk është se kanë të njëjtën aftësi sociale, edhe ne kur flasim të dy tash në momentin se si e kemi këtë bashkëbisedimin, domethënë është një lloj standardi, një lloj kualiteti bisede që edhe nëse kemi mendime të ndryshme pra të respektojmë njëri tjetrin. Po mos harrojmë faktin domethënë që shumica e njerëzve janë të martuar me idetë e tyre. Kur thua ke gabim, nuk të pyesin që ma shpjego pse, po thonë që ç'ne ti. Po. Jo, e kuptoj këtë pjesën, po du dal tek pjesa që jo gjithmonë, domethënë ndikon familja, por nga një pikë tutje mund të bëhet një lloj ndryshimi, pra nëse ndikimi i familjes nuk është ai i duri, pra nuk është pozitiv dhe nuk është që ti të bëhesh një njeri më i mirë, pastaj varet nga faktorë të tjerë dhe nga vetë karakteri i njeriu, por dhe nga faktorë të tjerë të jashtëm që mund të ndikojë që ti të përmirësohesh dhe të dalësh nga ky lloj, po themi, ambienti toksik, në thonjza që mund të jesh rritur. Ashtu siç nga ana tjetër ti mund të jesh një familje shumë të shëndetshme, por që merr për kot, po themi. Edhe raste të tilla ka plot. Kështu që ndikon deri diku, jam dakord për këtë, por ka gjithmonë edhe përjashtime. Nuk e di, po ka shumë raste ose më saktë edhe persona që kam asur që janë shprehur që unë sikur nuk bëj pjesë tek familja ku jam, pra domethënë sikur kam lindur gabimisht tek ajo, sepse jam komplet ndryshe nga çan ata, kam një lloj mendësie ndryshe apo një lloj stili jetese ndryshe nga ata, nga çkan ata, me pak fjalë. Edhe mbeten disa gjëra, por ka edhe raste kur nuk kanë lidhje fare, po themi, dhe ndihesh si i huaj apo normalisht. Po unë nuk e kisha fjesën që me këta që janë tashi duhet të ndryshojë tani familja. Unë po them për familje që vijojnë, domethënë, për ata që mendojnë në të njëjtën mënyrë si mendojmë ne. Kanë të njëjtat, bëjnë të njëjtat biseda në kafe apo me shoqërinë që bëjmë ne, ose ata që dëgjojnë këtu domethënë, ata dinë që nesër pas nesër nëse do krijojnë një familje. Ideja është që pjesën më të madhe ja jep, se po të marrë një rast laboratorik në që themi familja është çdo gjë në rregull, ku babai e do të edhe ana sjelltas, edhe respektojnë njëri tjetrin dhe tregojnë në prezencë të fëmijëve që janë të respektueshëm me njëri tjetrin, nuk ka asnjë lloj shansi që ai fëmijë të dalë i keq, kupton? Po zakonisht është çetrishta, është ajo pjesa estetike, zakonisht gjithmonë ka në një lloj gjë, domethënë. Edhe kjo e largon fëmijën nga familja edhe hedh në shoqëri. E normalisht do marri nga personat që shoqërohen, domethënë. Për shkakun e vetëm që nuk ka të belonging në familje, nuk ndihet sigurisht aty, do kërkoj, ato ndjesin që si ajo familja, do e kërkoj diku tjetër. E kuptojmë, do ketë drejtë. Për këtë po them. Po, se di tani. Nëse mua u bë shumë shefi se edhe mos ta dashën shumë se edhe thonë ta po këta pas ka vdekur për të folur këtë pjesën, po unë me të vërtetë e kisha vërtet shumë merak, domethënë. Edhe do doja ta vazhdojmë edhe me disa pjesë të tjera herë tjetër se në këtë vazhd muhabeti, domethënë në këtë lloj tematika ka vërtet shumë për të folur, dhe sidomos duke
e parë, domethënë, me aq sa e perceptoj unë gjendjen aty, domethënë, mua jo më intereson. E vetmja gjë që mund të bëjmë unë edhe ti ose të paktën unë, domethënë, në sheshe të flasim për këto. Mendoj se ata që do dëgjojnë thjesht do kuptojnë që është okay të flasim për këto gjëra. Plak është gjë që e shqetëson çdo njeri, të problem që nuk e ke vetëm ti, e kanë edhe shumë njerëz të tjerë, edhe sa më shumë të flitet, aq më thjesht do të bëhet për të gjetur një zgjidhje ose shiko, zgjidhje mbase nuk gjen asnjëherë, domethënë, po thjesht për ta drejtuar atë anijen e jetës në një drejtim më të sigurt. Sesa me hapin e parë që dhe vetë personat të mund të flasin lirshëm ose me ata që kanë më afër, domethënë mos i mbaj gjitha gjërat për brenda se u bë për çfarë po flasin. Ky mund të ishte hapi i parë, domethënë për ta thyer pa këtë që nuk është më çështje gjinie fare, domethënë është çështje njerëzore. Dhe më pas tek gjithsecili pastaj i jep ato zgjidhjet e veta, e përshtat sipas mënyrës së vet apo marrëdhënieve që personi krijon. Por që kaq. Fjalë perfekte për mbyllje. Fjalë shumë faleminderit që ishim me mua në këtë diskutim, shpresoj të dëgjohemi përsëri bashkë në tema të tjera, të tilla ose të ndryshme. Faleminderit për ftesën, ftesë kështu si një kërkesë dhe një dëshirë, se ishte edhe dëshirë nga ana ime për pa folur me fundretin. Kështu që sa herë të duash, le të kemi mundësi, mund të flasim edhe. Shumë faleminderit. Tash rob të gjithë dini skemën e lojës, nëse ju pëlqen, like, share, comment, nëse si pëlqen, comment, like, dislike, çfarë do të qefi juve, s'ka rëndësi fare. Mjafton ta shprehni atë që keni në mendje, kritika, tema të tjera. Po të na mbështesni në Patreon ishte super fare. Kohët e fundit është edhe ideja të investohet në aparatura teknike për të shkuar drejt anës vizuale, për ta sjellë podcastin edhe në video form, për shkak se edhe personat e pëlqejnë jashtëzakonisht shumë pjesën video, duan të shikojnë edhe fytyrën e njerëzve se si reagojnë ata kur janë duke folur. Si për shembull atë rentin e vogël që po bërtisja u shpar si lojtë, nuk kanë qef njerëzit ta shikojnë që ore dale, ka seriozisht ky apo po e bën kot. Kështu që çdo lloj mbështetja më e mirë gjithmonë është ta shpërndani sa më shumë. Nëse mendoni që ja vlen për të dëgjuar, ja vlen për të diskutuar, ju lutem shpërndani sa më shumë me shokët e tuaj. Këto probleme që ne diskutojmë, nëse do ndryshojnë mendimin e një personi, unë e kam përmbushur detyrën time. Unë arri satisfaksionin tim personal me atë. Kështu që bashkë miru pafshim mirën tjetër, ja kalofshi super. Ciao. Pa.